Na haro Beti veç kujtimi letë Si nga hera Të kërkoj Me gitarë po e mi vjetër Para shkollës Si diku Unë të presër ti nuk vjen Dhe pizetën Si marë Do njëherë në mendan bje Ku më mete bjondina ime Që më njallë ato kujtime Do njëherë të lutë A më kujto Ti të kisha yllinje Një dhurat prej perëndije Dashurije vjetër të kërkoj Jeta mori Lartë të shoj Nuk e di se ku më trete Gjumë nuk kam Bie shi Në fotografi ti vetëm bete Jam I vetëm Si atëherë Fati mua nuk më priu Gjumë të rinë që Ne kishim Fatë këtësia e përviu Ku më mete bjondina ime Që më njallë ato kujtime Do njerë të lutë, a më kujto Ti të kisha yllinje Një dhurat prej perëndije Dashurije vjetër të kërkoj Ku më mete bjondina ime Që më njallë ato kujtime Do njerë të lutë, a më kujto Ti të kisha yllinje Një dhurat prej perëndije Dashurije vjetër Të kërkoj Florent, ma në fund e knove një këngë për mu kështu Se që sa ko special për Bjondina. Si me amër, si me Florent, të rria t'i preke, mu ma bune me hile. Pres në epizodin e ardhshëm. Si cilës kemi mjabë dhe në Ku më bete arta ime. S'kash lukë për kukuqe. Faleminderit shumë me që dashur të Klan Kosovës, se dhe sot jeni me ne dhe po shoqëroheni bashkë në këta minuta në vazhdim. Çfarë kemi sot dore, Arta, bebe? Patyshim që do të ketë gjithçka, sikur në Salma, po zakonisht mundohemi kështu të me trajtu tema që shpesh herë fshihen pas paragjykimeve, rrëfime që janë të jetë interesante dhe të padëgjuara më parë, kështu që keni me çka me u shoqëruar këto orët në vazhdim.
Po e nisi pra me panelin, një tim të shta që ndis debat kudo, edhe në kafene, por edhe në studion tonë sot të solet. A për të bulojna që tash, edhe që a bëjnë një pytja, a mendoni që meshkujt i kam frikë? Unë e mendoj. A mendoni? Në fakt është tim që i traumatizëm kështu pak lidhjet, marrëdhëniet. Pra, për të diskutuar temën, sa i friksohen burat grave të suksesshme, me neve sot, Fehmije Gash Shëbityqi, Ardian Zeqiri, Bujar Kelmendi, si dhe Nërtila. I mirë presim. Është knatësi e veçantë me ju pas, fillimisht na lejoni t'ju uroj mirë se ardhja, sepse vizitat janë të shpeshta për juve në sëll, ne jeni bërë tashmë si familje. Sidomos rrezet e kur më thirrën telefon e dhom lek para optit krym. Nuk bën me refuzu edhe nuk shkova më aty. Puna jonë është kjo. Po ndihem shumë mirë sot mesin e këtyne vajzave të bukura të këndshme. Kryllë në emën tonë. Faleminderit që më shkëndetësi për herë dhe për ne. Po besoj që kjo temë gjithmonë në gjallë debat. Në gjithë botën. Edhe në familje, edhe në kafene, po edhe këtu me neve sot, besoj që kemi me pas pro dhe këndër. Sa për familje pak është temë ndjeshme, prandaj në familje pak i hezitojna mi diskutu. Se ma dhe ndodhi dhënimi me njerë mas. Po shortës nuk u qosta mi tërmu për temën, se... Didet në folja. Unë e kam qka flasë me një herë kështon. Dërsa mua me siguri u kanë thënë bashkëshorteve që mos në gjojnë, ta flikin televizorin, për efekt temës, që praktikisht barazimi. Por tu ka të shumë? Bashkëshortë jam e diçka po më fal. E divorcuar. Mos fal shumë si bëjet që halo. Fati më i mirë që s'po kërkoj burr, po kërkoj që vetëm thjesht jenë grua fort. Ajo është më e mira. Pra në një botë ku gratë janë të arsimuara, të pavarura, sa janë të gatshëm që burrat të ecin ndoshta krah tyre edhe në një farë forme, gratë të jenë lidere kështu. Më duket kërkosh të fokuson me marrë fjallën. Adriani është këtu. S'kas para teje si ki respektin gjinore. Faleminderit shumë. Kemi arë për këtë arsye kemi arë. Që pasëm kursani. Ndaj duke njësë nga arsyeja. Konkurencë, me hynë konkurencë. E pra, do të bëjë diskriminim pozitiv. Unë e mendoj që vetë fakti që jam në martes, nën kupton për mendimin tem që pikërisht është bashkëshortja i cili më ka mbështet, edhe pse ndoshta në ndërdijen e tij është ajo që mos them dominoj, po në ndërdija ati e thotë se prapa ajo është prima. Po ja që në martes ka përshtatje, ka tolerancë, ka mirë kuptim, ka bashkëpunim, edhe besoj kjo është një finesë që duhet të kalohet. Por ndryshe dhe bashkëshorti im është si këtë buratirë, Bujar dhe Adrian. Edhe në rast e i thot dikush, se tash bjem keq me lavdu veten, nëse dikush i thot e ki gruan në zonja, e me njerë e ka përgjigjen, aty për aty thot normal, aty ka në ka burë. Merita ty në raj. Mirë po besoj që nuk e ka seriosisht për arsye se prapë mendoj që pa përkrojnë e ti, po flasëm për veti, pa mbështetjen e ti, nuk do t'isha këtu ku jam, për arsye se jeta nuk të ofron vetëm momente të lulëzuara, vetëm momente të bukura, ajo ka njerë është jeta si valet, kështu që në çdo moment për të mire, për të keq e kam pasur mbrapa, edhe unë mendoj që një grua e cila ka ambicie, është edukuar, ka karakter të fort, nuk duhet asnjëherë ta mendoj se është burri ai i cili e pengon rrugën e saj drejt shkollimit, drejt përparimit, avancimit, karrierë etj, por gjithmonë duke ruajt familjen, do me thonë për qenë prioritet i jetës saj. Për zënja Fehmije, ju paka shumë falet në këtë rast në aspektin personal, duke pas parasysh që je vetë një grua e suksesshme, nuk ka pas se se mësë me të përkra bashkëshorti, po nëse folim në aspektin general, a ekziston kjo vërtet që burrat i friksohen grave të suksesshme, apo është mit? Mendoj që i friksohen për arsye se veç nëse marrëm krahasimin sa gra udhëheqin botën, sa gra i kem presidentet shtetit ose kryeministër shtetit, kjo me njëherë përgjigjen ta jep. Për arsye se ne femrat, për dallim prej mashkujve, kemi një orë biologjike, e cila orë na kushtëzon, do me thonë, do njëherë me zgjidh familjen, me kriju, me lind fëmijët, e pikërisht është e njëjti moment kur edhe krijohet karriera, për arsye se ti në moshën
30 vjeçare, ki energjin, i ki kritë mundësit për të kryuar, do më thonë, rrugën tënde të karierës, suksesit, mendoj në aspektin profesional. Pra ndaj kjo ura biologike ka njerë është një farë pengese, edhe kështu që mendoj gratë në pjesën dërmuse, në gjithë botën, mës t'i referume edhe grave në Kosovë, për arsye se kom pas rastin që t'jem me një konferencë botnore, ku kanë qenë 7.000 gradë dë botës në New York, edhe ishin, do me thonë, ato plasimet e grave, jo grave komplekse, se kur në Kosovë ta ka një grua dhe si fillan me folë, thët me burin tem s'ka, është ideali, a dhe thu se na duhet neve diqka burisaj. Për dalim, do me thonë, dilte Amerikanjan, foltore dhe thënte, unë e kom një post në shtetin tim, por ta një konftes që të shkoj ambasadore në një shtet të Amerikës, të Afrikës, më falni, mirë po thët, unë kam frikë, thët se buri im do të më pengon, edhe si thuni ju, fillon një debate, edhe vërtet ka qenë edhe tema gratë që ndryshojnë botën, e aty ku më po gratë vërteta, gratë që kanë shumë guxim. Po, me gjitha te, unë e prapë mendoj se i pengon, po vi shumë keq bujar për te, për Ardianit, po i pengon karriera grave, do me thonë, nëse ato janë suksesshme burat me çdo kush dëshirojnë mi po përmes, do me thonë, përmes jesë vetë nëse mund. Të jenë më dominantë në këtë. Pra Milja e bujarit nuk e dija kishë dëshmu të kundërtën. Unë ndëgjova me vëmendje dhe këtë që ka the. Jashtë personalis me qenë së pyti rejtë. Është e vërtet, nuk do të flasë në aspektin personal për arsye se unë vetëm njëm që nuk friguam nga gratë e sukseshme, për arsye se rrethona me gratë e sukseshme. Mirë po, këtë temë, ma shumë e kësha dashme me këthyne në shtjellimin e përgjithshëm, shoqëror. Kësisojt, unë edhe gjatë jetës time, edhe gjatë përvojës time, edhe gjatë jetës e përditshme që zhvillojmë edhe në punë, edhe në institucion, edhe në shoqëri, edhe në aktivitet, edhe çdo kund, këto ka një dallim substancial prej asaj personales në ato aspekte të përgjithshëm. Unë që shëndaj. E mira, e kësaj është që pothuajse gjithë bota prej deklaratës universale të Kombeve të Bashkuara në 1945 nëse s'ka bëj për të drejtat themelore të njeriut, ku ndalohet diskriminimi, pastaj vjen konventat e rënd, pastaj shpenjon deri e Parisit të fundit, që është Turqisë, pastaj e Parisit 70 deri 99 dikun është. Ajo që është e mira që to janë implementuar në shtetet përkatësa dhe me ligj. Edhe Kosova sa i përket aspektit legislativ është shumë mirë në aspektin formal të letrave. Po pjesa tjetër që është pjesa e vështirë që i thonë unë, që unë aty i shoh pengesat e mëdha, për pas legislacionit si institucione na mungojnë shumë instrumente të zbatimit, kontrollit të zbatimit tyne. Mirë po, unë mendoj që ligji nuk është ai gjithmonë që duhet ti trajtoj gjininë femërore ashtu qysh edhe ka vendin dhe qysh e meriton se gjithë kjo nis për njerëz të vullnetit të mirë. Gjithë kjo nis për njerëzve të dishëm, njerëzve të avancuar që kanë dëshirë me pas prosperitet, kanë dëshirë me pas e përsi në shoqërinë, me dinamikën e shoqërisë, që i kanë nxjerrë ato norma. E kanë pas që duhet mi nxjerrë ato norma. Dhe fal tyne, sot edhe ligjërisht, edhe kushtëzueshmërisht, gjinia femërore është e barabartë me gjininë mashkullore në secilën pikë në çdo aspekt. Ajo çka na mungon si shoqëri, mendoj që është kultura. Kultura po nuk pe thon vetëm kultura jonë, se tash kur të merr krahasimin me me Evropën perëndimore dhe Evropën jugore apo Ballkanin përgjithësi, ka një dallim të madh se analizojmë nëse i shoqërojmë çështë atje ndërtuar, që është mbrohen, që është e përsohen në Kosovë, problemi më i madh është kultura. E pavsh avokati ja tha kur i kanë thonë burrit tim e keni gru shumë të mirë të suksesshme, ka thonë dihet e ka burr. Na deri tash e kemi përdorur shprehjen mbas çdo burri i suksesshëm është një grua e suksesshme. Ose e kundërta. Ose tash e kundët apo në del sot, dhe unë mendoj që kjo duhet mu hek. Pas çdo burri i suksesshëm vetëm burri i suksesshëm. Pas çdo gruaje e suksesshme duhet të është vetëm një grua e suksesshme. Gruaja e suksesshme. Bujarun s'mendoj si ti kështu. Unë e kam fjalën të asaj precisë më të mirë. Unë mendoj që për kraja ka tepër rëndësi. Ajo është, te kultura dalim edhe për kraja. Çka nevojitet? Ne kemi aspektin ligjor. Sot është shumë substanciale mbështetja familjare, mbështetja shoqërore, mbështetja institucionale. Për me ardhë dete që ai qëllimi që e kanë para pa ligjvendësit që kanë qenë vizionar. Po ju me patjetër që ndron ndoshta gjithmonë vetëm ligji, se nëse po kthehesh prapë që është vetëm formalitet, sepse ka shumë raste, në këtë rast në profesionin tënd të dytë, nëse mund ta quaj kështu, arti kur bën muzikë, ti nëse e ke përkrah Albanën, ka shumë kolegë këtu që ndoshta më nuk e kanë vazhdu gratë ty në profesionin që e kanë pas muzikën në këtë rast. Pas martesës më një herë kanë ndalë. Sfida më e madhe te barazia gjinore është vetëm natyra e gjinisë femërore.
deri tash, gjithmonë femrat ju po në shoqërinë patriarkale që jemi halati, sa ende na jemi grad, tu dalën në një shoqëri pak më moderne, por e kemi vështirë me dalë për patriarkalitetin tonë. Femrat e na u pa edhe në botë, veç të na. Po në Evropë ka kalu kjo më herët, të na u pa si femën që duhet më kujdes për fëmijë, femra që duhet më kujdes për familje, femra që duhet më kujdes për fëmijën, për plesht, për gjithë. Dhe kjo fara nuk do rrisi punën e tyne. Tash femna kërkon barazi. Për me pas barazi, atë femna duhet barazu me moshulli. Duhet mi nda punë me bashkëshortin, mi nda fëmijën kujdesin e fëmijëve, të plesve, për me qenë e barabartë. Pa, po ndjen të pasigurt atëherë me shkujt. Këtë për pasigurin, ta thëmë kështu sinqerisht, pasiguria nuk është pasiguria, po pak gjelozia ekziston. Në Evropë, sot femna suksesshme shiqohet në një pikë ma të natyralshme. Po, në fakt shumë... E në Kosovë e keni një femën e suksesshme, pa janë gjitë një bisht, a thu kush e boni. Ato si arriti, apo si... Gjykimi të na shumë më i madh se sa pra gjykimi në shtetet evropiane moderne. Që është shumë normale. Pas ta përmendi Finlandën që është më avancuar për gjithave. Megjithatë vish një se t'ju lojmë hapësirë dhe tjerë, vish një sekuencë po e përmendi. Unë kur kom pas rastin të shkoj në Kroaci, me qenë se kom një pjesë të familjes bashkëshortit, ata thëshin a jeni ju krenar që i keni 2 femra presidente, do me thonë Adifete Jajogën edhe Vjosa Osmanin, tash kështu që në arenën ndërkombëtare na shiqohem shumë mirë. Do me thonë i shteti i dalën, do me thonë një ndër shtetet më treja në botë të pranuara, ka pjesa dërmuese të shteteve, i kemi 2 udhëheqësit shtetit femra. Do me thonë është thyr një farë stereotipi edhe në pikpamjen ndërkombëtare dali mirë. Ama nuk po të me folë për realitetin që ekziston. Unë thash, me momentin kur një femën të ne, kur del një femën që flet sigurt, nuk i thojnë e dishme, po i thojnë për jatë të pranë, valla. Ose del një femën, prezenton diçka të mirë, nëse i merë komendet si shoqëni, po tra si fenomen shoqëror, ma shumë kanë me këshyrë si pas ka frujbuzët, i pas ka frujbuzët, të ko vesh keq, të ko vesh mirë, nuk ja pranojnë ende zotësin që e ka një femën. Këtë kjo është munges e kulturës se halas kemi më rritë në atë nivelin që kërkohet, që është edhe në ligji, për shamë, dhe fundeti i ligjit është kë, me pas një barazi totale pa paragjykim. Të neve, si shoqëni konvencionale, patriarkale, hala i kemë disa të metat të cilat i paragjykojnë disa gjana që unë jam kundër tyne. Unë mendoj që femnat janë shumë të zojat dhe femnat janë jo të barabarta, për në shpesh në disa fusha janë edhe ma shumë se sa gjinia mashkullore. Dhe në fakt, me shiku si pas kësaj që ju po thone, ka shumë femra që unë një edhe personalisht që ndoshta sot janë vetëm për shkak të karjerës, të forcës së saj dhe të krejt punës që ajo e ka, bagazhe. Nëse... Po, Adrian? Po, kyç, po... Po, për më kyç e orët këtë? Ardian, për më kyç i që më duket ka dardoli për shek gro, ka la blake. Që tu është për falim. Pishkër si ka dole. Po, e analizon mirë situatën, a? Nuk nisna me ato që meshkujt kanë frikë prej grave të forta ose të sukseshme. Mendoj se kja nuk qëndron. Situata është pak ma e ndërlikume. Kur thamë kështu, nisna për një parimi bazë që ekziston një dalim biologjik mes 2 gjenive. Është ky dalim biologjik kja nuk do të thotë që njëna gjini ka të drejta ma shumë se gjinia tjetër, apo dikush është ma i vlerëshëm se sa tjetëri. Mirë po, nëse edhe themi që gjithçka është konstrukt social, edhe gjithçka duhet tjetë e barabartë, ne jemi duke operu në një situatë ku nuk jemi të e kuptu biologjinë. Unë mendoj që për shkak të dualitetit seksual, në këtë botën ekzistojnë 2 gjini, në kja ekziston një sistemi ndryshëm reproduktiv të mashkulli dhe femra, ekziston një sistem hormonal i ndryshëm prej mashkullit dhe femrës, kështu që kjo bën ndryshime edhe psikologjike. Dhe rrjedhimisht ka dallime psikologjike, po flas në mesatare, nuk po flas për përjashtime, sepse ki përjashtime edhe ki meshkuj shumë të butë,
edhe ki femra shumë të ashpra, mi po në mesatare, në nivel të popullatës, ekzistojnë dallime të dukshme dhe mendoj se kjo është mirë, edhe kjo e shtyn shoqërinë për mu shku për para, mu kriju familje edhe me pas harmoni mes dy gjinive. Mirë po, nëse e shohim kuptimin që ne ja vendosim këti dallimi, atëherë dalim në probleme të ndryshme. Mirë po, si praktik në nivel psikologjik, është njohur që femrat ka nivel më të lartë të pajtueshmërisë sociale, ka nivel më të lartë të ndjeshmërisë emocionale, ndërsa djemët meshkujt kanë nivel më të lartë të rrezikmarrjes, kanë nivel më të lartë të interesimit për gjësende dhe gjëra, për sisteme, për mekanik, ndërsa interesimi tek femrat është më shumë tek njerëzit dhe strukturat sociale. Për këtë arsye, për shembull, në krejt botën demokratike, femrat në profesionin e përkujdesjes ose mësimdhënies janë shumë fish më të shumë të orientume se sa dhe qysh është Abdian, ti për spjegon shkatësit e gjinive me sa po të kuptaj. Vesh të aprofundoj, mandej e kupton ma mirë. Po më interesant të tema. Sikur që meshkujt kanë prirje për mekanik, për inxhinieri, elektrik, për vetura, këto janë dallime të cilat nuk e bojnë një gjeni më të vlerëshme se tjetrën, po janë dallime të cilat biologjikisht ne i kemi. Dhe kjo duhet kuptohet drejt, nuk duhet kuptohet si përparësi e një gjenis ndaj tjetrës, mi po të njëjtën kohë as nuk duhet anashkalohet dhe thuhet tash na mujmë i bë senet 50-50. Sepse biologjikisht ka dallime substanciale mes burrit edhe gruas. Kjo do të thotë që aja esenca e rregullimit shoqëror duhet të ndërlidhet me dallimet ekzistuese të cilat janë. Kështu që unë mendoj aja friga e meshkujve, nëse flasim për frigën e meshkujve ndaj grave, nuk është gjithmonë mizogjeniste, në kuptimin që burrat kanë dëshirë me mos me pa gruan e tyre të suksesshëm. Është një sociolog i njohur, Alain de Botton, ai thotë që meshkujt për nga natyra, për nga karakteri, kanë dëshirë që të adhurohen, që të jenë kujdestar, që të jenë mbrojtës dhe se e luajnë një farë roli të herojit në familje. Dhe kanë dëshirë që ky rol i tyre, partnerja vetë, ta dashuron për këtë rol të cilën e kanë. Në jetën moderne, edhe ky është fenomen gjithandej, kur gratë janë të suksesshme, kanë pavarësi ekonomike, nuk kanë nevojë për mbrojtje në kuptimin tradicional të fjalës, nuk është që burri e xhelozon, mirë po burrit i hup skenari i mashkulloritetit të vetë. I hup vetbesimi. Jo vetbesimi, i hup rruga në kuptimin qysh me kuptu rolin e vetë. E ka të nevojshme me undje superior në një marrëdhënie. Ato shka e thash, unë e humb fusin. Duke që e humb fusin. E ka, do të thotë, e humb rrugën me kuptu rolin e vetë në familje. Nuk thash superior, edhe mi po është vetëm në një situatë moderne, ku gruaja ose suksesshme, edhe ai nuk ka nevojë për mbrojtje ose për do të thotë punën e tij. Atëherë skenari, që ky skenari që po flas, i mashkullit që i ofron siguri dhe mbrojtje, humbët. Edhe shumë meshkuj mandej nuk din me negociu rolin e tyre në jetën bashkëshortore,
për arsye se nuk flasin ose këtë munges të një skenari se çka duhet bëj ai, është mandej devion në shumë mënyra tjera. Për që ato është shumë rëndësishme që këto çështje të diskutohen në një ambient familjar ose në jetën bashkëtorë dhe një gru që është inteligjente e kupton rolin e burrit dhe mundohet me mënyra tjera me ofru rol një skenar me të cilën ai ndihet i besueshëm dhe komod. Njëjtën kohë edhe një burr që ka një nivel të kulturës e diskuton këtë çështje dhe se kjo nuk paraqet mandej më rrezik për rolin e burrit në familje ose në jetën bashkëtorë, mirëpo është një transformim i këtij roli. Ne në shoqërinë tonë kemi pas pak modelet grave të suksesshme në një ambient familjar ku jemi rrit. Zakonisht ka pas, nana em është të shkolluar një ndër mësuesit e para, mirëpo ka plot fëmijë që janë rrit me një model që e kanë pa që nana e ka pas një rol, babi e ka pas një rol dhe mandej mundohen qatë rol me ripërsërit në familjet e tyre. Kështu që unë mendoj që nuk është krejt çështja te superioriteti ose te mizogjonia ose mi po është çështja e një ridiskutimi të rolit të burrit, një rol biologjik që cilën ai nëse nuk e lun e ndin veten të pa përmbushur. Dhe se në një partneritet të shëndosh, duhet edhe gruaja edhe burri ta ndin veten të dobishëm dhe të përmbushur, e kjo arrihet duke i kuptuar çto dallimet substanciale të cilat ekzistojnë dhe duke i rinegociu në një situatë moderne në të cilën ta shohim fortën si bashkëpunim, jo si garë. Pikërisht, një grua inteligjente suksesin e vet nuk e përkthen në superioritet ndaj burrit. Sikur që një burr i suksesshëm dhe inteligjent nuk e përkthen suksesin e vet financiar në një armë që me keq shfrytzu ndaj pozitës së bashkëshortës së vet ose gruas vet. Ardjen se kuptova, kështu sumale të drejtësi, shuma, krejt shuma, a i pengon se ti e burr, pa da i letë për ta bëj pyetjen, a i pengon burrat, dhe me thonë ta keni grutë suksesshme, a si pengon? Burrat jo me shku gjën, kështu shkupe. Po jo, unë dashta me kuptu sepse ti kur thed me një fjalë gruaja do mundet me shku, po me çdo kusht më u përshtat, do më s'do mu kthy te burri. Unë çashtu e para shumë pengon burrin. Nëse një burr nuk e ka çast skenar, jemi të folë për një burr të papërmbushur. Ardionit po du mi thonë, krejt që ka tha është për t'ju goja. Kështu i zdash me konë. Ndërsa... ku jemi? Problemi është ku jemi. Ka lam hapësirë. Unë thash nuk po nisën në pikën personale, për fakt se unë jetoj me zgrave të suksesshme. Dhe nuk e kam fare atë frikë, as nuk e kam atë paragjykim, as nuk e kam as ndjenjë të humbës së pushtetit tim, se kështu është problemi më i madh. Ti jetosh në një shoqëri patriarkale, vojzat janë ndryshe në raport me gru. Na po flasim për aspektin vojzat nuk i ndër valës, janë tuat. Fjala është se për gru, për partner. I do në apsin e rtiles. Ashtë ma ti prekim Mustafire. Mua më vinë mirë që ju gjova se cilin prej jush, edhe në se cilin prej arsyetimeve tuaja, unë sigurisht që gjej momente që ndjej siguri tek vetja, jo në raport me tjerët po me veten, dhe kjo është shenjë shumë e mirë, sepse në të kupton që argumentet tuaja një pjesë e tyre ka një bazë reale, përveç edhe studimore që ka garantuar edhe po themi shëndoshjen e shoqërisë nga ana mentale. Në fakt, unë nuk mund të them se do të deklaroj të kundërtën ose jam luftë me gjithë prej jush, përveç se thash pjesërisht dakord. E cilin ma shumë ti po pëlqesh? Shiko, unë mendoj që gratë dështojnë pikërisht kur fillojnë dhe mendojnë për si duhet ta mendojnë në rolin e burrit afër meje. Aty fillon dështimi që prej fillimit i gruas.
tek Fillon mënyra dështimi, fillon vetmia. Atëherë, fillon që prej aty dështimi në gjithë shka. Qoftë për qenë edhe një bashkëshorte e mirë, në kuptimin e parimor të fjalës, dështim fatal, një grua e palumtur, sepse këto idea e konceptit të skenareve, për mua nuk përbën përputhje me atë rritjen sociale të asnjërit prej nesh. Pra, që kur fillon edhe mendon si do t'i duket kjo roli tim tek burri, tek familja, apo si do dukem unë, këtu ti ndjen pasigurin çdo hap tjetër që do bësh. Sepse, pra, ti ja referon gjithë veten tënde dhe veprimet e tua një standardi atje për rolin e burrit. Dhe nëse kjo pastaj ty të stopon, ti ke komplekset për të bërë mirë dhe gjëra që ndoshta shkëlqen në to, që ndoshta do ndihmonin më shumë edhe burrin se sa ty, në shumë dimensione. Dhe është e paktën në kohët, po themi, moderne në cilat jetojmë, unë mendoj që në qoftë se gruaja, vajza, bija, femra është vetëm koncept biologjik dhe dua të trajtoj vetëm në konceptin social në rastin tim, me gjithë respektin dhe për krahasimin që bëhet edhe arsyetimin biologjik, por që unë mendoj se duhet të dalim nga të gjitha skenaret, që secili ta kuptoj se roli i tjetrit është i barabartë me rolin e tij, pavarësisht na ndryshojnë format po jo përmbajtja tek njëri tjetri. Dhe unë kam parë pafund vajzat suksesshme që në kohët e gjimnazit kanë qenë ndoshta studentë nxënëse më të mira dhe kanë dështuar totalisht sapo janë martuar. Pikrisht, kanë qenë madje dhe vajzat më të mira të mundshme, qoftë në opinionin publik, si vajzat rregullt, apo themi kështu, po marr një argument sa më thjesht, pikrisht sepse ka dominuar mentaliteti i familjes së saj, apo i vetës i saj, qoftë edhe imi, s'ka problem, kam qenë edhe unë ignorante, dhe kanë dështuar për fajin e vetë. Dhe nuk i them fare që ke dështuar për fajin e burrit, për fajin tënd dhe të kulturës tënde. Nuk kanë qenë ndoshta shumë të forta emocionalisht dhe të pjekura, të gatshme. Absolutisht. Sepse kufit nuk kanë qenë. Ajo çka unë mendoj se e garanton forcën, po themi, ose më saktë, trajtimin e barabartë të forcës, se s'po them forcën e barabartë. Trajtimin e barabartë, konceptit forcë edhe sukses, është pikërisht kjo që nuk mund ta shohësh tjetrën të lidhur me veten tënde në sukseset e saj apo të tij. Unë në asnjë moment nuk do doja, madje personalisht nuk do doja që po të kisha një partner që është djalë i suksesshëm, do doja mos e dinte askush fare në botë si janë partneri i tij në konceptin e suksesit dhe rrugtimit të tij, flas gjithmonë. Absolutisht. E njëjta gjë si do doja unë për veten time, kjo nuk është një detaj për të thënë që unë mund të jem edhe çift zyrtar, më kupton se ku po dal. Nuk po them që duhet të kem një partner sekret atje që po them edhe sikur ta kisha zyrtar për shefin tim. Nuk dëshiron me marrë vëmendjen krahti. Si? Nuk dëshiron me marrë vëmendjen krahti. Jo, ma që lumtur, që ajo është i suksesshëm, sa që unë e du me me jalon krejt atje. Sepse mendoj si për veten time. A dua unë që është interesi i familjes, kur është tjetri i suksesshëm. Absolutisht. A do doja unë që pikërisht sepse partneri im, zyrtar apo jo zyrtar, të ishte një aktivitet timin ku të merrte prioritet emri i tij, dhe kjo nuk ka të bëjë me xhelozi as me konkurrencë, por të mos marr prioritet efekti i misionit që ke, por emri partnerit që ke. Është shkatruese, po shohim edhe në ekran, okej, nuk është për tu paragjykuar zgjedhja askujt, nuk është se po dalem. Si fenomen, me të thonë si fenomen. Vajza, qoftë dhe vajza publike, që realisht kanë patur më produktivitet në shoqëri, të lagji atyre kudo tjetër deri para se të martoshin ose para se të ishin në raport me këtë burrin e suksesshëm që ju mori gjitha energjitë e bukurisë së tyre, dhe kur them bukurisë, sigurisht nuk e kam për pamjen e jashtme, por janë kthyer në klona dhe janë kthyer në segment të investimit të partnerëve. Dhe kjo është fyse, shkatruese, edhe për modelet që i përqojmë vajzave tona, që nesër pas nesër, në qoftë se do keni projekt i gjë, duhet vetëm të mbrij princi kaltër me milionat e lekëve që ti ta hedhësh në tregat produktin, që ti ta bësh prandaj,
ideja është fakti që kemi një rrugtim pra që në fëmijëri, unë mendoj që po, jam dakord me pjesën e kulturës, jemi shumë mangët dhe për mendimin tim jemi duke u veç shkatruar gjithnjë më shumë tek pjesa e kulturës në raport me se si e shohim forcën e gruas. Unë forcën nuk llogaris çështje thjesht suksesit, atij planit apo këtij profesioni, të absolutisht, që nga komunikimi në shtëpi, një komenti një gruaje apo një vajzi, një bie në shtëpi në raport me një temë dhe me një problem familje mund të jetë ndoshta shumë më efektiv se sa një mendim që mund ta japin 5 djem atje, por në fund pas një 5 viteve thonë na ka pas thënë ajo dikur. Pra, që këtu të fillojmë të shohim që te komunikimi familjar, sa i përket forcës edhe respektit për suksesin edhe të mendimit. Kur qeshe Ardiana, e kundërshtove në një farë mënyra apo vetëm... Po, unë kur fola për bashkëshort, do të thotë, ose për partneritet, kur janë një burrë dhe një grue, janë bashkë. Jo kur jetojnë veç a veç. Dëgjo, është një fjalë, ti mundesh me pas të drejtë, po mundesh me kanë vetë. Një njeri që jeton vetë, nuk mundet me folë për një partneritet, se si ndërtohet një partneritet mes gruas edhe burrit. Edhe njerë. Unë kam jetuar edhe në partneritet për mbi 10 vite, pra goxha shumë, një dekadë, dhe këtë unë e flasë me eksperiencë Kja vetë pëthu që ki jetu. Po, sigurisht një dekadë të plot. Po kja, ndëgjo, unë mendoj që realizimi ma i mirë i gjdo, unë i kam 3 vajza, të 3 janë shkollume edhe të sukseshme, se cila ma shumë se në karrierën e vetë. Dëshira jeme si prind, besoj dëshira edhe e tyne, është me kriju familje, edhe me kriju një jetë bashkëshortore të mirë, të shëndosh me bashkëshortet e tyre. Mirë po, duhet me pas kujdes, sepse nuk mund është ti me ndërtu të gjitha dëshirat e tua, që ashtu që shethave ti, pa marë parasysh burrin ose bashkëshortin tanë. Sukur që burrin nuk duhet me ndërtu njejt, duke mos morë parasysh gruën, njëjtë është edhe gruja duhet me morë parasysh. Pra, dhe më thënë nëse vajza juaj, Ardian, nëse vajza juaj e ka një dëshirë, të cilën baba dhe nana gjithë jetën e vetë, ja ka përqafu dhe dashë shumë dhe... Si? Duhet me negociu me burrën e vetë. Dhe më thënë, përthua që e rrit vajzen, ju e rris një vajzen, e dukoni ja doni këtë dëshirën, dhe pastaj shfaqet një burr tjetër në jetën e saj, që nuk jeni juve, dhe jeni i gatshëm që gjithë të dëshirën, ëndrën, shkëlqimin që ka patur vajza jote gjatë gjithë jetës, dhe ka bërë të vajzat e mia është e martu me i ka 2 fëmijë, shkëlqen hala ma shumë se sa që ka shkëlqy kur u kanë pa martu. Që nuk do të thotë gjithsesi martesa, se keni ju përvojë negative personale. Por shpirti ti shkëlqej për gjërat që do, edhe shpirti shkëlqen. Sepse një vajzë e lumtur është një bashkëshorte e lumtur. Përvojën tonët personale me generalizu atë ligj. E ki pas martesën e keqe në rregull. Unë pranoj ato. Mirë po, martesa shëndosh duhet më ndërtu në bazat shëndosha. Në bazat që ndosha... Po ju me pa tjetër dështa nërtila ka pas dëshirë me pas këtë histori... A ka mundësi të pak një ndërhyrje të vogël. Pajsaj nërtila... Jo, nuk është... Unë nuk kam as i fajnë në tina as për të qamë këtu. Ardian... Shkëlqimi shpirtëror, sepse me sa duket, po shikoni gruan dhe vajzën, vetëm për të dukë se si shkëlqen për asyve kur të bëj vizitën 3 herë mjavë të baba, apo 5 herë mjavë të fisi i burrit. Jo, shkëlqimi është të kështirti dhe të tjera që do më Po bëjar. A ka mundësi, shep, po dalim për temave të interesave individuale, apo të drejtave individuale. Jem ka flasim për të drejtat e gjinisë femnore, të mos diskriminimit saj, dhe këtë aspekti ligjore, dhe shkem duke folë sot, nuk kështë të folë për drejta, kështë të folë për temën e emisionit. Sa gruja është aktive pjesëmarrje në shoqëri, sa gruja është aktive në vendimarrje, sa gruja është aktive në realizimin e synimeve të veta. A bërë me ta bërë një pytje, se në krejtë botën ka politikane ma pak, jo vetëm Kosovë, po edhe në Amerikë,
edhe në Gjermani, edhe në Angli, në djepin e demokrasive, edhe në Suedi, pse ka politikane ma pak se sa që ka politikaj. Pikrisht, që to që e thashë në fillim. është natyra e është natyra e psikologjisë femërore. Se më gëdëgju në fillim është natyra se disa gjana i nda. Politika në finale është bota me pështirë. Politika është bota më egoiste mundshme. Dhe unë mua më thënë fare. Po jo me pa tjetër ndështa me lidhë që gratë jenë sukseshme vetëm në një fushë se burat vetëm në një fushë. Duket si politika që nga fusha më sukseshme mundshme, jo. Diskriminim total për aftësi. Politikane të sukseshme, mi po profesioni si i tilë, është përtej shumë dëshirave të shumicës së grave. Normal është. Edhe ne kemi pa që kur ka pas politikanet sukseshme, nuk ka pas kur farë pengese. Vjosa Osmani veti ka morë, është gruja ma e votume në Kosovë. Veti ka morë votat. Nuk i ka morë me kvota. I ka fitu vetë, pa kvota. E gratë që jetojnë në shtetin që drejton Vjosa Osmani, qëfar jetë ka? është kur gjo, është... Qëfar jetë? Po e koncept nuk po minimalizoj veç të Vjosa, por gruaja, kur tjetë në drejtim atje, duhet tjetë efektive, regla askujt. Lorena, am lërë një diska. Lorena, në që se gratë Kosovës, sot përfila nësë janë dërmërgrat Sofila, a ka mësi një pyqje me të bokë, kënë dëgjua për Sofia Loren? Ti po bon argumente për fjallë të cilat unë nuk pithamë. Ardian, du me dalë pak në temë. Jo, mundësua është gjë, sepse unë e lejoj shumë argumente. Sofia Loren është aktoria më e njoftur që e ka kryuar burri vetë. Jo, lutem. Dhe me momentin. E ka kryu Zoti. Trimi është dhunti. Zoti ja ka dhënë atë dhunti. Sofia Loren e ka pasat dhunti që e pas ka zbulu burri dhe ka qitë spërfaqe si artiste. Mi për me momentin, kur kanë fillu ofertat për projekte shumë të mëdhaja në Hollywood, ai regjisor, burri saj, ka fillu me shprej atë pasigurin e vetë, ka fillu me shprej tash jenë element. Tash jenë temë. Dhe si që ka ndohë. Sofia Loren ka sakrifiku projekte të mëdhaja për hirtë burrit. Një moment. Nëse gruja shkënqen, vish diçka bujarë, se ti e burrit dhe ma mirë. Të thashë fillim, egziston frika e burrit për humbjet për shtetit. Që mi të A është gjithmonë për humbjet për shtetit? Për humbjet për shtetit, që qka pengon burrit? A është gjithmonë për humbjet për gruja shtetit? ka këthy veç buk. Kemi krik, kemi na duk duhet. Na kemi larguar nga burra tradicionale. Besoj që kanë mbetë shumë pak familje që ka gra që kthejnë veç buk. Besoj që ka kalu kjo. Por prape kemi endat frikën e humbjes së Po një grua e lumtur e bën më mirë edhe bukën. Një grua që është realizuar e bën edhe bukën në qikë. Bujarë në medalje ta kësha dhonë, që përmbledh krejt friga pri humbjes së pushtetit, i frikon burrat për me po një grua. Grua suksesshme dhe në fund të vetari. Problemi joni është vetëm frika e burrave nga humbja e pushtetit. Në fakt, mos të harrojmë që në për qytete ndoshta ka ndru ky fenomen, po ka shumë fshatra të largta të Kosovës që akoma ekzistojnë. Gruaja punon, fshin, lan për lan, i kryen punë të shtëpisë, kujdeset për fëmijët, në ndërkohë burrat janë që ata i rrinë mi kry, edhe mandej çka ndodh ato në atë familje. Shep, e tharë Dioni në fillim, prej fillimit do të thonë që komunikimi mes çifteve është elementi kryesor që kjo të i kalohet. Edhe gruaja që punon në fshat, edhe gruaja që i shqeqen fëmin, i rrit fëmin, është punë fisnike. Mos harroni, por duhet me ditë me vlerësu. Problemi madh është sa është ajo e avancume në vendimarrje, sa është ajo e avancume në politikat shtëpiake të avancimit ekonomik, social, shoqëror, politik. Sa është përfshirë? Që është problemi. Sa na po dojmë milion. Po fjalëdorës s'janë të thjeshtë për punë se i kryen ajo është fisnike. Çdo punë është fisnike grus. E në për të këto fshatet e largët atë Kosovës, akoma ekziston mentaliteti që gra duhet me najtë në shpe dhe nuk duhet me punu, duhet me qenë burat ata që odhejtë. Unë vin nga një fshat i thellë i Dukazinit. Kanë bet shumë pak, po ka akoma fatkeqësisht. Vin nga një fshat i thellë i Dukazinit, ku kemi pas shtëpia, kemi pas ato farë
rektorin tonë, kemi pas bëjsin tonë, pasha zote shumë vajzat qytetit me shku në shatin tim të rhotit javë lakbojnë, aty e qika vësë jetuin në shatë. Nuk përvojt në diskutim, ajo po. Problemi është, tema është, sa janë ato vendimarse? Nuk është që është pasëria, nuk është jeta që e bujnë veç kështo në kaona materiale, ndështë është kjo që po e thu, vendimarja, përfshirja. Të na perceptimi i gjinis mashkullor dhe i komplet shëshnis, besa dhe shumë dhe i femruar për i nati për gjelozive, se e kanë unin të shqiptarë që i kena unin tonë. E që shumë dhjet një burë nëse një gru dërgën të ardhura më shumë në shtëpe? Valloj, unë me konsens, kisha në edhës të shpija, kisha por, janë 1 milion e 2 bjenë. Jetë mirë, dhe me thonë. Thash, momenti ma kësë i kulturës tonë, nga është një shëshni patriarkale, egzistën dhe mbetet ende frika e humbjes së pushtetit. E përbledhe bujari, kështu se... Me qëta për qështën e rolit tradicional ti që pe lidhë me fshatra, po jo detyrimisht... Po e thamë sepse... Ka gjitha ndej, dëgja, ne si shushni jemi lidhë, kemi dalë, e kemi ba një kalim shumë rapid, pe një shushrie tradicionale ku ka dominu, ku shësolli dorëntinën, kanuni, obligimi vlad ndaj motrës, obligimi burrit ndaj gruës. Në shëshni në norma morale. Mitologji që e përcaktojnë, ose kështjela Rozafës, obligimi nanës ndaj fëmijës e kështu me radhë. Ka plot mitologji që e përcaktojnë një rol shumë fisnik, mi po tradicional të gruës. Ta shti prej një shushni e tilë, sidomos ne në Kosovë, ku nuk kemi pas as liri, dhe të thotë, kemi qenë edhe të shtypër, kemi ba një kalim jashtëzakonisht shpejt një shushri moderne, e cila është duke mundu mi riparu disa prej problemeve të cilat I ka pas strukturalisht për rolin e gruës në shushni. E këtu janë drejtat e barabarta për të cilën unë jam absolutisht në gjdo element pra drejtave të barabarta. Mirë po, ato që ka thash unë, ekzistojnë disa dallime biologjike, psikologjike, fundamentale mes burrit edhe gruës. Dhe se ne nuk bën prej një shushnie patriarkale që ka qenë nuk u zhvillu normal si kur shushni tjera edhe për shkak të okupimit, me dalë me një herë në një super barazi e cila e hub vlerën e familjes, e hub vlerën e jetës bashkëshortore, e hub vlerën e një lidhje të mirë partneritetit. Janë se super barazia, qka të në nëse del një grua zoni aty në familje edhe vret, jashtë familjes me, do me thonë, me vlerat. Familjet I kanë prish më shumë telenovelat turke, që kur kanë fillu telenovelat, që atëherë ka fillu dhe prishja më shumë familjes dhe koncept vje raporteve. Kjo është histori. Më shumë se sa... Jo, nuk përdojnë me kuptu ato... Jo, po dua them, më shumë se sa këj koncept I kalimit, sepse kur janë të shtypur, ju e thatë vetë, Ardian, pra, po jap diçka shtes, po jap I mendim shtes. Kur një shoqëri është e shtypur, shumë e shtypur, edhe reagimi, sigurisht që vjen me, po themi, në formë edhe më depresive, po themi në këtë formë. Efektivisht të tjera që janë periferike, pra, ka disa histori, ka disa dëshmi, ka disa ngjarje që mbeten shumë periferike, të izoluar, rastet izoluara, për shembull të shkarjes nga mendja të disa vajzave dhe grave, po e them kështu, në formë popullore, se ju mori koka erë. Ka raste të izoluara për çdo lloj gjëje kur dalim nga një shoqëri e shtypur. Po mendoj. Nga ana tjetër, unë personalisht e kam thënë dhe do ta them këtë që nga praktika janë bërë edhe disa studime që ta japin një farë ide për jetën bashkëtorë e cila nuk është reale. Po ndikoj seriale turke, tash dole vazhdimisht jem të dalë për temës. Po thot nga patriarkalizmi... Profesione jam e dënë kur t'jena në salë me konë temë. Po pra, sepse Ardiani tha që nga shoqëria patriarkale jo, ky moderniteti ka si diçka tjetër. Ka diku, kur shtetet evropiane prinë me divorcen... Po këtë po them, pra, telenovela turke, spanjolle, po kemi pa, ne s'kemi pa telenovela tjera. Unë po du me ndërhy prap, është keq kuptim. Ardiani është të folë një gjanë shumë mirë që unë e zbërthej
me kuptimin më të mirë. Shumë i proceset moderne nuk kanë rëndësi këto media, Jeni dy të burra shumë i kuptoj. Unë pe kuptoj Ardionin çka të thon, po mundona pak me mbështet me atë ose me zbërthuj pak ma juridikisht. A di çka do të thonë ti prej një shoqënie të shtypur që kemi qenë, me ardhmën rregullore të mikut. Po kaloni e shumë moderne. Rregullore të mikut me kuotën 50%. Ju kujtohet kur partitë politike nuk kanë gjetë asgjë gjini femnore me arrit kuotën që ka kërkuar miku. Legislacioni për me kuptu mirë këtë natyrë dhe gjinia femnore. Tu emision jënë për ato, jo për mu. Për me kuptu mirë, e drejta dhe kërkesa për avancim gjinisë femnore nuk duhet keq kuptohet si e drejt jo meritokratike. Gjithmonë e drejta shkon me meritokrasin, shkon në baraz. Dhe shpesh herë, shoqërinë tonë kosovare, kjo e drejt, kjo kuot, kjo kurs i angazhimit gjininore ka prodhu efekte negative. Kanë zirë në sipërfaqe gra të dështuara. Që s'kanë full kur parlament. Nuk kanë thonë dështoj bujari ose bujarja, po dështojnë femnat. Kanë kriju parajgjykime, kanë kriju perceptime. Andaj gjithmonë, dinamika e jetës është me ligjet progresive, duke e bashkanxhit edhe aspektin shoqëror, kulturor, të përkrajes avancimit. Po bujar teori vrej të fol? Je të fol teori. Mu po me interesant praktik. A i pengon as i pengon burat. Ti the po se të upin fuqin. Çështja është si të ndryshoj. Parajgjykimi i frikës së burrit nga patriarkaliteti. Na çka kena ardhur? Dëgjoj bujar. Është frikë. Na çka kena ardhur këto? Ti modeli burrit që do me thonë nuk të ka pengu. Ato e dim gjithë. Dhe të Ardioni, do me thonë njëjtë. Unë me thonë burri Ardonës, si është të ose baba e Albinës. Po të ka ta që... Përveç që unë e thonë, femije, ka qenë shumë sakrifis, ja kom lonë vojzën 3 muj atina. 3 muj e në gjellushën, ja kom lonë, kom shku në Amerikë, një muj det, a i ka thonë ecë. Fjole është, ku me gjitha së bura? Këtë probleme kena. Kur i thot, po dalim temën e përgjithshme shumë mirë që përshtrani ju, edhe në aspektin sociologjik. Shumë mirë e drejtoj e shtrojë Ardioni, mirë po çështja që prap dalë, edhe në fjorë të nërtilës e kem një vojës sukseshme, e ka një karierë sukseshme, tash ajo është mes dilemes, në shtonë për foli letë si gru, se ndjej ndryshe, mes dilemes, së dhe pota një pytje, pe një grus shumë të sukseshme, ajo erë të unë si avokatë në pyti, edhe pse si shte çështje divorci. Tha, bashketoj me atë djallë, që 5 vite punoj një punë që ishte në sektorin publik, po që kishte të bëj me meshkuj, për shkak sepse ishte në qësi natyra punës ish, edhe tha ju më thot e ki kusht, o me mu, o me elon punën. Tha, qka po më thu ti? I thash, shiko, ma mirë është me qenë vëzitës e veturës, timonin me vëzë, se pasagjere. Nëse sot ja plëtson këtë kosht, për këtë punë, nesër do ta kërkon diçka tjetër. Një favor tjetër. Për shkak se në ndërtijen e tij është kompleksiteti. Për arsye se asnjë burr. Nëse ti tha që ta ka këshyr bashkëshorti vajzën veç me 3 muaj dhe Ardioni tha që krejt burrat janë si burri ët, në këtë rast po del që ja ndalojnë edhe punën bazë që e bojnë, që ndoshta kontribon në familje me rrogën e saj për çdo muaj, po janë dalë me punu. Dëgjoj. Unë nuk jam të mohu që ekzistojnë idiota. Falë, bish diçka e përmena që 3 muaj e kum lanë, kum shku në Amerikë. Është fjallë një kontinent tjetër krejt. Në një djalë ose burr normal të rritur në një edukat mesatare kosovare, unë nuk besoj që në familje. O, Ardian, ju, si po e thu negociohet, atër automatikisht i po e vend, femrën në kontrolën e vendimit. Jo, si mund bëhet më mirë, si mund bëhet më sukseshme, kjo duhet një dhe vetë me atë gjë pa negociushme. Si të bëhet muaja ime më sukseshme. Po di për përshtet si i burë. Sukseshme kur s'di me zjetë një burë sukseshme. Të po them. Jetën bashkërtore nuk po suksesi sa. I për kërë Ardioni si i burë, dhe për ju kojë ta më në... Ardioni po thot Ardioni po thot nëse negociohet. Do me thonë, vish diçka bujar. Unë kam qenë pjesë e policisë, po vje keq që po të me marrë vetën. Nëse nuk negocion kur gjë me burën, që më martuash. Pse dojtë me e qitë karriera në negociatë. Dhe që vish paka, po të përgjigjem Ardioni. Nëse ti ke punu, je shkollu, baba ju t'ka bo mund me të prum qa ditë dhe... negociu karrierën tane.
Unë po thamë një do jo, nuk shbero. Ardjanović po thamë, ajme thonë, më shkon punë ti. Vetëm pak Adrian, sepse Fimia ka diçka për të më thënë. E mora shembull. Fimia është alon gji. Se kompozën që i më shikoj. Ka trauma dhe një të rritën më bonë, realisht që po. Nuk duhet me të ndalu ti vetë që nuk shkoj. Ju po thëtë duhet me negociu, do me thonë, kur e ka qua ambasada listën, unë duhet me thonë ambasadës, ju lutë nga pretni se e kom një burë të shpia, për shkej që ka po më taj. Nuk o ka qenë gjithonëse, edhe fmit janë edhe gjithonëse, Ardian. Aje, zëtnis, kom qenë gjithonëse. Po në pyet diçka. Pa marrë parasysh, ja ka nevojë me najtë. Ka martu me dhe Po pse s'ka nevojë me najtë edhe me babën? E ki ka thënë burë që babë t'i kajmë brezi. Po çka ndodhë se lani ujë me babën? Para, po edukimi edhe formimi personaliteti fillon prej fëmijë. E ki një fëmijë, e shef si fëmijë që i ka parimet e qarta shkan. Po e marrëm shambull, s'kum hi me kushte, se s'ka në martes me kushte përfundan. Fjalla vjen, para 36 vite, i kom thonë, zëtri, unë e kam një kërkesur, unë e du të mboj bjemrin tim biologjik, pe ku jem rrit, jem formu. Se e martu 25 vjetë. Ka thonë në regull, kur ka qenë në polici, ku më pas 2 fëmi. Edhe kur bën fëmi, nuk o letë ti me lutë. Marveshje. Edhe natyrisht që e kom pyta, se e kom pyta. Po jo ti po thët Dardjoni, e merë ti një vendim, mos i ta mesha në shtrimin aty. Ti marë dokumentat në apliku në shërbimi policorët Kosovës. Bashkëshorti yt ka qenë shumë i vetëdijshëm për detyrat që mujnë me të pritë. Andaj, në heshtje e ka aprovu karjerën tonë. A në heshtje, ta shte pëzbut shumë mirë. Heshtja dhe negocimi, bujar kelmen dhe janë drejtë. është marveshje, në heshtje, kur aj ka aprovu që më të thonë shko, aj është marveshje, aj është pajtu. Do në aj bashkërti mirë që ty s'ta ka pengu karjerën. Po zotriti shumë mirë të thonë heshtje. Që po thët me negociu. Problemi është, ja, hajde tash më ullën me tënë kitë kapacitet që jem formu si edhe një tonë zotri që në pëstuti. 2 vjetë nëse nuk mirë. 2 vjetë është marveshje, këtë jetë është negociat. Definitivisht. A mundet burri me shku me punu 2 vjetë, 3 vjetë jashtë, nëse nuk mirët vesh me ty? Burri im ka pos ofertë me shku në Kazakistan, me Mabetex, o ullë ka thonë, gru që ka pëthu, i kom thonë shka, mas një javë dite me nuvas së në ripa të, i thasha diqka. Po, e kena negocu. As një ove i kom thonë, shiko, shpin e kem kushtet mas punë në atë që të A përshën marveshjësh, kini arritë marveshje. Po marveshje, ti përthu si diplomat, marveshje në ishtje. A jo marveshje për negocujnë. Adriani, masi tha që me negociu, tha që nuk lehet fëmija vetë. Po do me thonë, nuk lihat. Prap përgjigje e negociatës është me qenë negative. Po dhe baba është që rolin do atë 2 pjesë nëse zënja Fermin nuk ka qenë rëzënë. Ka 2 metra o rritët. Nëse nuk e ka fëmin, nëse nuk e ka fëmin në gjithë, tregoj që nuk e ka. Jo, nëse nuk e ka fëmin në gjithë, s'ka asë një kërkes që së mënët me aplëcu baba. Në të tëtë karjera, ka sakrificat e veta. Normalisht. Mua ka ndodhë pa një javë. Falni, është shumë karjera ka sakrificat e veta. Gjithmonë njeni sakrifikon. A duhet me Në fillim e thash, letrat nuk vlejnë. Nevojitet një mbështetje kulturore, një ndrim mentaliteti, shoqëror në përgjithësi, një mbështetje të gjithësore, për me arrit qëllimin që e ka. Në fakt, po gjoj vetëm gjëra produktive dhe kjo më shërben mirë sepse akumuloj dhe marrë më shumë dhe bëj diferencë. Ndoshta më vonë mund të kemë edhe një mendim tjetër, nuk i dihet kur, jeta evulon, njeriu piqet, mëson diferenca. Çfarë më ka ndodhur pra një javë në Itali? Vajza ime u shpall kampione bote në karate, 11 vjeçare. Dhe në të njëjtën kohë faleminderit. Edhe në të njëjtën kohë kishim aktivitet unë në Sanremo, do këndoja dhe vajza ime në Masa di Carrara. Dhe nuk isha me Ketalia vajzën atje. Dhe më thënë, në rand njëta datat të dyja gara ndërkombëtare. Dhe kam qenë shoqëruar nga ose më saktë se ishte me grupin e sportistëve, Suela Konjari, artistja e kinematografisë shqiptare, bashkë me partnerin e saj, i cili është i fushës karates dhe unë me thënë të drejten, kur pashtë sa fëmi kishin ardhë dhe sa gjithë ishin me prindër, unë doja me lënë Sanremon
dhe 3 aty. Edhe pse ishim 3 orë diferencë. Dhe një moment më afrohet Suela, thot, Nërtila, ti duhet shkosh atje dhe të shkëlqesh, sepse unë kam pa lagje dhe ti kaq shumë ke sakrifiku për të rritë Celestinën, sa ty tani të ka fillu shkëlqimi që ke meritu gjithmonë. Dhe i themi jo në njërë kategorike, s'mundë mas me uru vajzën teme pa momentin, s'kam kur kanë tjetër të familjes, tjerë ti kam jashtë Shqipërisë, edhe nuk isha ndim, nuk isha njëri tjetër. Dhe për një moment është këthy vajza, ishim një restorant, atje dhe thot, mam, thot, ti duhet shkosh se ti ke lënë gjithmonë gjërat për mua. Vajza 11 vjeç. Unë dua që ti të shkosh dhe të shkosh tani, 11 vjeç. Dhe kam shku dhe kam qaj gjithë tren për një 3 orë gjys, por e gjithë ideja ishte se unë nuk kisha dike tjetër aty të familjes, sepse nëse do të kisha dike tjetër të familjes aty, pse mos nisesha më herët dhe tisha me artistat e tjerë ndërkombëtar duke diskutuar, bërë ndosha kontrata tjera. Aspekti dalesës biologjike tonës. Kjo është ideja, pra, suksesi, siç zonja ka pasur partneri në shtëpi. Nuk është shoqënia problem për ty, por aspekti biologjik i yti. Dhe dalin njerëz që të kuptojnë në këtë mes dhe bëhen pjesë e këtij rrugtimi dhe të thotë vetë fëmia produkti. Edhe me negociu me ta. Me kë? Me partnerin me negociu. Jo, unë nuk kam negociat për atë çka na pëlqen të dyve. Më ullë burët mi thonë të kthejsh amin që vena, më së më këshërë. Nuk kemi qështje mundësish dhe hapësirash, periudash. Si humbje e liris, është jo. Dërgja, gjdo partneritet, gjdo musu, do thotë, do shta, unë spionja, jeni spedi që jeni me status. Rian, po nuk ka 100.000 dëshira njerëzit, ka 1-2 dëshira. Për hirë të familjes dhe thmive. Adrian, unë e një shumë persona dhe për afer që ndështa nona... Do të që ti kime dekë. Rritit e shpia. Në di se kam qenë martuar dhe... Jo, unë e di. Ti me vetë dëshirë, do sene i lenë anash, edhe do sene tjera i merë përsi. Jo, unë me vetë dëshirë realizoj gjithë shka të partnerit tim si mbështetëse dhe ajtimen. Kjo është dëshira. Por është gjë tjetër periudhat e jetës, është gjë tjetër periudhat e jetës të cilat ndoshta ka një efekt, një gjë tjetër që vjen nga jashtë papritur, dhe ndoshta jemi detyruar të gjithë, jo vetëm unë ndaj, por ndoshta jemi detyruar gjithë të mirëpresim këtë gjën për ta menaxhuar këtë gjën e papritur që na erdhi, përveç se nëse ka fatkeqësi dhe gjëra të papritshme, atëherë asnjëherë s'duhet jemi pengesë për njëri tjetrin. Besoj që ka raste ku t'imponohet për shkak të profesionit me shku ndoshta edhe me një vend kej tjetër, se zonja Fehmije në këtë rast, po ka nana që ndoshta... E mora shambull për me më kuptu ma mirë shikuz. Pa tjetër, po ka nana që ndoshta nuk kthehen edhe me 2 vite, kër ja u bën fëmija 3 vite, vetëm për shkak që nuk munden me lëmë vetëm, prej asaj dhimbjes që e kanë. Janë 2 paralelet të ndryshme. Amnor i Samës, që ka dëshirë me nejtë, sikur që është edhe i babës, mi po instikti i nanës është tjetër. Për që ata gjdo gjykat në krejt botën, me ba me pas divorc, thmin dhe më thonë, adoleshente, sidomos këtë është i vogël në mënyrë automatike, përveç në rastet kërë nana është ka probleme psiqike, ose është rrezik për thmin. Jo, muslim teritori të shmin, aty jënë disa kushte. Unë të kështë të thonë një fjallë. Eljumja, ajo femen që i din të metat e veta, jo për shkak të shirës saj, për shkak natyres e saj, dhe arrin kompromisin me vetën e vetë, për disa gjona që mund të ketë kompromis, për disa gjona që mund të bohen, dhe për disa gjona që nuk ka kompromis dhe nuk mund të bohen. Por nëse... Edhe më smelan kur gja anash. Normale. Nuk është jo logjike. Unë nuk e di ka e kanë morë këta. Nuk mundë kur t'jesh... E da, të regjimës me apliku për deputita? Dëgja, është... Edhe nëse nëse kupton nëse lenë fëmiju një kohë se ti nuk e danë. Absolut nuk që ndërën kjo, nuk... Kur donë me kriju familje, ti do sene detyrimisht kimi lanë anash. Ku të rritë fëmija, je ma e li. Shumë më pëlqa. Ka dhone e se është që këj mentalitet jo me pa tjetër Adrian, sepse unë e një rast që për shkak që nuk është këthym pun me kohë,
ju është marë pozita në punë, edhe në fakt në punë të shtetit. Po kjo është keq, për nëse nuk e kini burë që të përkra dhe që të lejan me shku në punë. Që më rekira që ki ti ofertë për me shku me përfatsu Kosovën, jashtë shtetit në përkonsull. Republika e Kosovës e ka shumë mirë, do të thot 6+6 të lejon, do të thot e ka shumë mirë. E lejon për ju gjithmonë është ajo teoria që na për e përmendem. Sa i përket aspektit amësis, legislacion jonë është... Po flasë në princip, nuk po flasë për preashtime. Jam i knasë më fare. Zonja Femija, nëse është një burë shumë për krasë, besoj që edhe gruaja automatikisht është ma sukseshme, njëse edhe për burën. Edhe gruaja është normal shumë, dhe më thonë në mështetun edhe nonën tjetër, qaj rezultat që e arrin ajo në karirën e saj, pa jo i kthejt familjes është i përbashkët. Sepse ti s'mundesh me qenë edhe në martes, me një bashkëshort edhe me pas suksese, edhe një kostisht që ajo e mirë që po e fiton ti me suksesin tënë pishkon dikuj tjetër. Prandaj, nuk shot keqe diçka me përkra. Edhe aty kur e mora unë si shambull vajzen, kom shku, jem këthyke, nuk do të thëtë që une nuk i du fmit, ata sot jenë rritjër martu, ndjenja mësis është ndjenja me shenjtë. Sa për ato që i the edhe ligjerisht të erdjan, Mostina tash me ndru temen, ajo jënë disa kritere, jënë disa gjana që nuk është çdo herë. Jo, ti po full taman si burë që shmenon, uja do të mi rritë fmit, është një periudhë kore, pikrisht në fillim të emisionit, Adrian, të gjam, unë me ty po pajtona, so në fillim e thash është ajo ura biologike që po i pengon të rejat të shkojnë. Për shamull, ajo është mosha parashijet si pas mekësis, që dej moshët 35 vjeqare, linde, tjere. Pra ndaj shpesher vojzat e reja jënë mes karierës, në dyshe, se qëfar, cila është me drejta. Me një onë e ko edukatën e familjes që thëtë sakrifikoj krejt, edhe shko merë një burë, bërë fëmi, kryo familjes gjithë shka, për shtatë ju ati që ka për thëtë, edhe të rolla i ki nonat të cilat thonjë se shiko t'i shko, po t'i si shko ishë bë karirë, të rollat nonat. Ose vendosi kriteret e tua. Kriteret e tua, po. Më pëlqej, shamulli që e mërë me... Ajde që qëtë diqka që të pëlqej. Më pëlqej shamulli shumë që e mërë të deputetën ku ke, në Sëdije, ku ke. Ska problem, e bëri edhe në Shqipëri, direkt në basë deputetës suaj e kom pa dhe ka po përshtypje dhe kam shqyqu. Qka do të thëtë përgjësia? Ajo, kër ka marë pozitën, e ka di që është të martume. Edhe ka të regu që nuk pi pengon ajo. Ndësa, ajo ka shku me zëtnu përgjësin që e ka marë për shëqni. Dhe nuk e ka pengu fare, a e ka fëmin për gjini, apo nuk e ka fëmin për gjini. Që të disa femna shumë shkojnë për ta në nëshkrua një meditje dhe mu këthuj të shpija. Ajo, për mu, ka vlerësu dhe ka shprej atë vullnetin për shka është e mënu, për shka ka marrë dëtyrë. E ka ditë rëndësime vetë, jo dhe ka dëshmu që ti mundesh me bërë, edhe rëngë shëqëror edhe një kësisht me rrisë. Rëndë thmijës në parlament, po, ndëgja, Besoj që është gjëja më natyrshme, Adrian. Unë kam... Nëse natyrë vende publike. Po në rrugë, Adrian, po në rrugë, nëse unë është rrugë. Se po më gjuni pa e ndështu mendimin tem. Ndëgja, nuk është, do thot, në princip, une mendimi jem është që nana duhet më kanë ma ofër fëmijës sidomos në mujtë e parë. është mendimi jemi. Kjo është e vërtet. Po që vjen, po në rastet të tilla. Edhe në rast se, do të thotë, mundet me ndodhë një moment, po nuk bën kja mu glorifiku në atë ma, se ti aja ka mujtë mi dhonë gjijë edhe do të thotë me mënyra tjera, mi po ato e ka bërë për qëllime politike, me thonë që qemë... Avancimit e drejtave biologike të sajta. Nuk tha me hekpigjinit fëmijën. Mi po qëllimi i gjithonjës të folë, të mojtë fjallim parlament, është mu duket s'ka pas nevoj me arë deti që aja. Tu ka duka gjanë se këtë fush një vogël e çdo moment. Unë e këthash, e kam kuptu si mesazh. Partijake, përgjithësi edhe mesazhin, dyja. Ishka biologike që është dash paqare që aty edhe kja të folë edhe krejtë. Se ka mujtë organizu tjetë ndrysha aja.
kuptimi është që... E ka kryer mesazhin e vet. Besoj që te Adrian po fol veç për këndvështrimit të babait, se në këtë rast, nëse ndalemi te familja juaj që jeni familje artistësh, kur po thot Adriani se ka nevojë për rolin e nanës, ka shumë artist që ndoshta me vite nuk i kanë pa fëmijët e tyre të urit, të zhvillu në festa në festa në ditëlindje, edhe kjo është një minus shumë i madh me të mungu roli i babait në familje. Po besoj që krejtësisht e një e kuptoj plotësisht se karriera artiste me dorë, po e kuptoj normalisht nevojnë ata shumë të fillim. Me çka ballafaqohet, me çka përballesh në vazhdimsi. Normalisht. Me llogari duhet gjithmonë, për çka. Ne bëni matematikë. Vetëm unë jam kundër me kuptu këtë drejt si absolute. Po. Se përpos kësaj të drejtë ka edhe detyrime, ka edhe përgjegjësi, edhe obligime, ka edhe meritokraci, ka edhe shumë që besonim vje keq që do të thonë. Në Kosovë nuk i kemë punë mirë me këtë punë. Me këtë farë kuote gjinjore nuk jam i kënaqur fare. Janë të shfrytzu për interesat e grupeve të caktuara deri në maksimum. Andaj të mjerat ato që janë të dhonë mesazh të kundërt prej asaj që ka kërkon edhe ligje, që ka kërkon edhe shoqëria më së prume. Andaj këtu duhet të pas kujdes vetë femnat. Që mos me marrë detyra që nuk mund të zgjidhnoj. Se dalin keq dhe dëmtojnë komplet procesin. Kjo është edukimi gjinors. Jo, problemi është që janë duke u shfrytzuar për grupe të caktuara dhe vjen keq për këtë punë. Tu vjen keq për gjininë femnore pse bin në këtë grack. Unë di, aspekti ligjor ta kërkon dhe po të shfrytëzon, po çet aty dhe Okej. Për të vetë dikush pas 4 vjetë ku ke, vallaj, dikun. Kuotat janë të mira, ato janë është sistem që si mos janë kuotat mira, por jo si veprim. Tradicionalisht që ka qenë i nën përfaqësuar deri sa të krijohen kushtet që mos me pas kuota. Nuk duhet me pas kuota për gjithmonë. Jo dhe. Mirë po, për shkak të një historikit kulturës tonë, ndoshta o kanë, mirë po në princip deputetit duhet mu zgjell për shkak të meritave, jo për shkak të gjenisë. Jo veç deputeti. Po kemi llogaret institucionet shtetërore, që janë ekzekutive, që janë rregullatori i shtetit. Me votat më të shumti, edhe pse ka qenë grue, do të thotë i ka marrë vet ajo, ato nuk i kanë dhënë që për shkak gjenisë. Kështu që kjo është politikon. Politikoni duhet me përfaqësu diçka që ti më ia dhon votën. Jo pse është sistemi... Këtore s'ka thash, por duket mirë, tash është duke kësh përdorë për disa grupe dhe interesave të vogla dhe kjo prodhon efekt negativ për gjininë femnore, jo për mu. Dhe këtu gjinia femnore duhet me ngritë zonin, këtu gjinia femnore duhet me reagu, këtu gjinia femnore duhet me punu shumë për me shku meritokracia. Se krahas obligimit të gjorë, ka dhe meritokraci. E duhet me shku dikush që e meriton atë vend, dikush që e mbronat mëzit, dikush që din për çka ka shku që aty. E jo vetëm për shkak kuotës. E ka qëllimin e qartë. Po, ne kemi lavdata, kemi rri kuotën, thëtë. Po, falë, ama si vinë. Atër si vija ku del? Ku është e mbushur? Çka? Edhe kjo është e kuptueshme dhe po besoj që keni të drejtë deri në këtë pikë, por nëse ka një grua të suksesshme, besoj që i kish mjaftu mbështetja nëse po folim këta mujt pas lindjes ose me ndaj periudhë të vështirë, mbështetja e partnerit jo, domosdoshmë nëse nuk është e martuar, mbështetja e familjes, që është një rol keq për zhvillimin e gruas, edhe po besoj që kishte qenë gjithçka në rregull. Unë jam shumë pro avancimit të drejtave të gjinisë femnore. Dhe më pave ndoshta në reagim me kolegën avokatës që tha ligjin e kenë mirë, thash se kemë ligjin e mirë. Për faktin se ki vetëm 5 ditë pushim të lindjes burrit për gruan. Po jo bre, 5 ditë nuk mjaftojnë. Pastaj e ki 6 muaj me pagesë, 6 muaj e ki pa pagesë, është ndëgja, një gru, një non. Dhe burri mundet me marr, po. Një gru, një non. Që shokon edhe për para. Një vjet e ka pushimin e lindjes 100% të pagës. Ka shumë efekte pozitive. E para, qëndrën nga zmis, e dyta, zhvillon natalitetin e shoqënisë, se mos harroni, Kosova në rrezikun më të madh e ka prej natalitetit. Që nuk është duke u shtu. Unë jam prindi i fundit me 4 fëmijë. Por se nata ime. Nëse edhe unë kam 4. Nëse më lejohet për shka... Falë, 3 vojza një djallë, se i përmeni 3 vojzat. Bashkë mirë. Bashkë me krejtve, kush do që ka. Edhe ju që kini me pas, të po besoj shumë shpejt.
Këtu për ramjen e martesave dhe natalitetit, unë mendoj që të është shumë pikë interesante që kja, sepse në krejt botën, avancimi, shkollimi i femrës të njëjtën kohë edhe e ka shku drejt natalitetit. Kja është gjë e mirë, sepse femra duhet shkollohet, duhet ketë drejtat barabarta, duhet ta kenë mundësinë e njëjtë me mashkullin për të gjitha. Mandej, aja është çështje e biologjisë, që se spjegova në fillim, çështje e interesit personal, e çështje e shumë çështjeve tjera se si reagohet. Edhe një herë, dallimet nuk do të thotë që dikush ka të drejtë më shumë se sa tjetri. Dallimet veç duhet më kuptu drejt. Nuk duhet më thonë, s'ka këtu dallime, na jena 50%. Me marë si qëllim pozitiv. Unë të më kam 50%, kur jemi të folë për dy qenjet ndryshme, biologjikisht, hormonalisht, psikikisht. Kështu që është ka dallime, mi po këto dallime nuk japin, nuk do të thotë që dikush... Njëna palë duhet me qenë me shtypër. Jo, absolutisht. Aty është... Veç dikush që donë me keq kuptu këto e thotë që ata. Në që se jam i gabuar... Edhe këto dallime që kryojnë tensione, kryojnë. Për që ata unë po predikoj ose promovoj një qasje ku kuptohen drejt këto dallime, edhe këto dallime mandej përkthehen drejt edhe në jetën bashkëtorë ose në lidhje ose në partneritet. Për që ata është aja. Do thotë, çështja është që çdo shoqëni e shëndosh duhet ta ketë për bazë mundësinë me kriju çdo kujt familje. Duke përfshi edhe pushimin e Leonis, edhe qerdhet e lira, edhe krejt. Për ndryshe, nëse ne shkojmë që bota bëhet qatë shumë agresive dhe qatë shumë ka kërkesa financiare për gjithkush me punu, ne për shumë i shka të ndodhë në Perëndim. Për shka ka shumë imigrim Perëndim. Ka imigrim sepse është shumë shtrejt me ba një fëmijë. Me quna për qerdhe, është njëjtë, qerdhe a kushton sa është rroga e njënit për prindëve. Do të thotë, ka sakrifikis, edhe mandej kemi ardhur deri te një situatë ku Perëndimi nuk mundet e ka masën riprodhuese më të vogël se sa zavendësimi të popullatës. Jo që s'ka rritje, po është në ramje. Për që ata i kanë hapë dyrt edhe marrin emigrantë edhe fuqi punëtore, sepse nuk ka njerëz për me punu me mbajt qatë shoqëni e cila është si e tillë. Kështu që duhet mu kriju kushte edhe duhet mu kuptu drejt dallimet gjinore, duhet mu kuptu drejt roli i burrit edhe i gruas, edhe mbi të gjitha në qendër duhet mu kanë familja dhe riprodhimi i shoqërisë, sepse familja të bën më të lumtur, edhe ty si grue, edhe mashkullin, fëmia janë janë obligimi madh, e din, po të njëjtën kohë është edhe gëzimi më i madh edhe i nanës edhe i babës. Është produkti që ti ke jetuar në jetën për me kriju. Edhe Nertila, krejt në fund, diçka nëse ke për me thënë? Fund krejt kësaj bisede? Po, më vjen mirë që jam pjesë e kësaj bisede, thash për shumë arsye bashkë mbi gjitha për atë hapësirën që i lë gjithmonë vetës për të marrë, gjithmonë. Dua të marrë dhe të jap më të mirën time. Por, realisht unë shpresoj, uroj dhe shpresoj që të gjithë kryesisht baballarët, kryesisht, pra jo përjashtimisht, sigurisht ta shohin vetën nëse vërtet e kanë trajtuar mirë vajzën e tyre, bashortën e tyre, kushërirën e tyre, vërtet kur të mendojnë pastaj për një partner, për këtë vajzë, partnerin që ajo zgjedh sigurisht, nëse do ishte zgjidhja më mirë, realisht të vazhdojnë që ta trajtojnë me të njëjtin vullnet, që ajo të buzëqesh njësoj, si kur ishte në shtëpinë e babës, si në shtëpinë e partnerit. Po marrë këtu nga që ne u morëm me konceptin kryesisht të familjes, dhe kjo është më rëndësishmja, sigurisht që po,
Por nga ana tjetër do të thoja edhe që do duar trokas çdo moment, çdo burr dhe grua i cili dhe e cila është e bindur se të gjitha aftësitë dhe dhuntit të dhëna nga Zoti nuk mundet asnjë njeri të na i frenoj me asnjë lloj negociate, duhet jetë e pa negociueshme gjithmonë një dhunti, një talent dhe një prioritet, se mund të jetë edhe prioritet. Nuk është të thonë se s'bën karriera kjo, prioritet mund të jetë edhe për që një nën e 5 fëmijëve, ca të adoptuam, ca birësum, ca më falni, se po përmend dy forma biologjik. Pra, për prioritetet tona që janë gjithmonë pozitive, nuk mund të ketë negociata a të bëhet apo të mos bëhet, sepse kjo në arrit fuqit në grup. Momentin kur në martes... Njerëzit produktiv rrisin fuqin e përbashkët, dhe e përbashkëta është familja. Një grua e cila është e lumtur atij jashtë në punën e vet e do më shumë edhe partnerin e vet, se sa një grua që e dhunon, e izolon, i thot për çdo gjë kemë negociu, a do e bësh apo jo. Është histori tjetër po jo nëse do bëhet apo nuk bëhet. Pra si përfundojmë një burrë dhe me meshkuj dhunues aty dhunë është edhe izolimi i të drejtave tua. Dhunë është dhunë psikologjike, është edhe izolimi i të drejtave tua. Pra si përfundojmë një burrë dhe një grua dohet m'ia shtrëngu njëri tjetrin dorën fort edhe me ecë për krah njëri tjetrit. Sakt. Ta shohin këtë forcën e gruas si bashkëpunim, jo si njëri tjetri që patjetër. Mos m'ia pagu pengu që ato të vinë në shprehje. Po du me thonë si këshill edhe si mesazh. Në gjuhën popullore thojnë shtri kom sa mrin jargoni, ec me kom për toke, ndërsa ftoj të gjithë zgjerin femnore që këtë drejt mos ta marrin absolute, po ta marrin angazhim. Ftoj gjinin mashkullore, ftoj familjet, ftoj këtë shoqnin që ti mbështesin të mos paraqikohen në fushëdorinë e vet. Faleminderit shumë faleminderit. Uroj që të ka gratë suksesshme, por uroj që të ketë sa më shumë familje të shëndosha e çiftet suksesshme. Dhe sa më shumë meshkuj mirëkuptues. Faleminderit që ishe të pjesë jona në këtë studio sot. Ne ti shumë mane. Të dashur miq, nga këtu po e përmbyllim këtë pjesë të panelit dhe vazhdojmë me performancën e bendit. Çdo mëngjes kur t'jell e shoh, ty të mendoj. Ti se ti pa ty i dashur, jo nuk jetoj. Sot të kërkoj ku je, prap të vetëm mos më le. Në këtë ndër që s'mbaron dhe më mundon. E ta dish sa shumë të dua, do të rrijem veç me mua. Dua t'i ndjej buzët e tua, fjalët që vendën ti mi thua. E ta dish sa shumë të dua, do të rrijem veç me mua. Dua t'i the buzët e tua, fjalët që vendën ti mi thua. Çdo mëngjes kur t'jell e shoh, ty të mendoj. Ti se ti pa ty i dashur, jo nuk jetoj. Sot të kërkoj ku je, prap të vetme mos më le. Në këtë ndër që s'mbaron dhe më mundon. Dhe ta dish sa shumë të dua, do të rrijem veç me mua. Dua t'i ndjej buzët e tua, fjalët që vetëm ti mi thua. E ta dish sa shumë të dua, do të rrijem veç me mua. Dua t'i prek buzët e tua, fjalët që vetëm ti mi thua.
di sa shumë të dua, do të rije veç me mua, dua t'i djej buzët e tua, fjallët që vetëm ti mi thua. Jeta di sa shumë të dua, do të rije veç me mua, dua t'i djej buzët e tua, fjallët që vetëm ti mi thua. Mirë se po takohemi dhe në këtë episod të dytë të rubrikës Kam diçka për të thënë. Do ta fillojmë me një histori që është e mbushur me dhimbje, por me forcë dhe frymëzim. Është historia e një gruaje që ka përjetuar shumë, një grua që e ka ndjer peshën e vuajtjes në çdo hap, por që ka zgjedhur të mos dorëzohet. Ajo martua me njeriu që e quante dashurinë e jetës, por jeta e saj mori një drejtim tjetër. Midis dashurisë dhe lumturisë së ndëruar, filluan tensionet në familje. Pas divorcit, ajo mbeti vetëm me djalin e vogël, përballë një bote që shpesh nuk kupton, por gjykon. Megjithatë ajo gjeti forcën të ngrihej. Ajo që dikur u rrëzua nga tronditjet e jetës, sot është një nënë që rrit djalin me dashuri, sakrificë, për kushtim të jashtëzakonshëm. Sot ajo është këtu për ne, për të treguar se kur edhe gjithçka duket e humbur, dashuria për fëmijën mund të jetë më e fortë se kur. Me neve në studio, Rediola. Është shumë kënaqësi edhe një herë të të kem përballë, flasim më shumë për sfidat realisht të mëdha që ju i kaluat, por që ju bërën të mos dorëzoheshit asnjëherë. Unë ju njoh shumë mirë dhe për së afërmi dhe e di se sa e fortë je si grua dhe si nënë, Rediola. Për mua është kënaqësi shumë e madhe që të jem përballë teje, sepse herën e parë që ke bërë një intervistë me mua, kam parë një vajzë me një shpirt shumë të madhe dhe njerëzit e tillë i gjen shumë rrallë, kështu që për mua është privilegj i madh të jem para teje përsëri. Të falenderoj nga zemra për këtë fjalë, si mikesha mikeshës. Si po të trajton jeta, Rediola? Si po janë netët për ty? Po, në përgjithësi, jeta nuk është shumë e thjeshtë, por që në fakt po më trajton mirë. Më duket se gjërat më të vështira tashmë kanë kaluar dhe po më trajton mirë. Trajtimin e mirë të jetës unë e përkthej në njerëzit e mirë që mua jeta më sjell, në njerëzit që më bëjnë që të kem një dorë të zgjatur si kur janë negativ dhe kur janë pozitiv, sepse çdo kush dhe çdo gjë është një mësim për ne. Kështu që besoj që po më trajton mirë. Po ku e gjen forcën më shumë sot? Përveç që rrethosh me njerëz shumë të dashur. Forca më e madhe është tek djali e para dhe e dyta tek arti. Tek arti që unë kam brenda vetes dhe po tentoj që nëpërmjet njerëzve të jem edhe pranë tyre. Si është njëkohësisht të jesh nënë dhe shtylla e vetme e shtëpisë? Në këtë rast të kujdesesh e vetme për djalin. Po, e lehtë nuk është. Asnjë gjë nuk është e lehtë në këtë jetë. Si të kesh fëmijë, si mos të kesh, si të kesh një punë, si mos të kesh një punë, si të kesh një shoqëri, si mos të kesh një shoqëri, si të kesh një familje, si mos të kesh një familje, çdo gjë është e vështirë. Por le të zgjedhim më të vështirën e më pak të lehtë për veten tonë, por çdo gjë është e vështirë. Ta gjejmë pozitivën aty kur çdo gjë është edhe e vështirë. Ta kthejmë çdo gjë në anë pozitive. Po, e vështira të rilind, të bën të jesh shumë herë më të fortë, të mëson, të trajton për jetën. Nëse nuk është shkolla, ose bankat e shkollës ato që ne na trajtojnë për jetën, jo, është pasi del nga bankat e shkollës. Ato me të cilat jeta të përball edhe të përplas, ato ty të bëjnë të mësohesh dhe të ngrihesh dhe të trajtohesh për mëtej. Dua të di në pika shumë të shkurta si është rritë Rediola duke qenë një personalitet që di të jap vetëm dashuri. Është shumë e vështirë që të jesh një njeri që vetëm ke mirësi dhe të japësh dashuri, të rritesh në një... Sidomos në një kohë të sotme. Në një kohë të sotme, por unë kam jetuar për disa vite në Itali, dhe kur jam kthyer në Shqipëri kisha dilemat e mia të qëndroj apo jo, dhe pse kam ardhur me dëshirë më të madhe, por që u përballa me jetën e vërtetë.
është shumë e vështirë që një person që dëshiron të falë dashuri, të transmetoj në përmjet artit që jeton brënda shpirtit të ti personi, në këtë rast po flasë për veten time, është shumë e vështirë të përshtatet me botën ku jetojmë. Por që pasi unë kam jetuar disa vite në Itali dhe kur jam kthyer kam gjetur një terren goxha të vështirë dhe nuk po përshtatesha tamam, i vendosa kusht vetes që dua të bëhem, sepse kam kuptuar që në xhungël mbjeton vetëm kafsha më e fortë, kështu që thash ti Rediola do bëhesh kafsha më e fortë në këtë xhungël ku jetojmë. Dhe besoj që ja kam dalë. Po, ja kam dalë, përderisa jam këtu sot, po flasim së bashku dhe jam ngritur, jam forcuar dhe po jap mesazhe nëpërmjet qoftë edhe një studio televizive, besoj që jam në momentin e duhur, kohën e duhur. Dhe më e fortë se kur? Patjetër që po. Por çfarë bëri një vajzë si Rediola të dashurohet verbërisht? Por kush nuk do që t'jetë pjesë një historie të bukur dashurie dhe çfarë më bëri? Thjesht më trokiti zemra. Më tha, shiko se këtu po ndihet dhe vendosa që ta ndjej. Nuk i vendosa dyer kësaj dashurie, por që doja që ta përjetova. Absolutisht ndjesit e mira, pa tjetër. Qëfar ishte dashuria për ty, Rediola, para se ta përjetoj dhe qëfar ndryshoj? Kur e përjetova ishte gjëra me bukur, absolutisht që po. Por pasi ndodhën dhe shumë gjërat të tjera, aty më humbi pak besimi. Më humbi pak besimi dhe pa tjetër që jam me atë mos besim në dashuri. Unë mendoj që kush mbjetoj dashurive në brezin tim ose mosha akoma më e madhe, i mbjetoj dhe bravo ju i qoftë. Kush nuk ju mbjetoj, është shumë e vështirë që të rigjesh përsëri dashurin, atë që ne quanim dashuri të fortë. Edhe dashuri të mamë sinqert, kështu? Sepse tani është një forum kompromis me vete dhe me tjetrin, doja të thoja deri diku. Por mendon që dashurit e vërteta nuk përfundojnë bashkë? Jeta më tregoj të kundërtën, kështu që nuk kam unë shembulli për ta thënë këtë. Mendoj që dashurit e vërteta edhe përfundojnë. Nuk ka të bëj me kish dashësinë e njerëzve, absolutisht jo. Por besoj që rrethana, situatat të çojnë në këtë pikë. Dhe pastaj ka shkaktar të tjerë. Unë mendoj që dashurit e vërteta, nëse nuk e menaxhojnë në mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur atë që duhet të menaxhojnë, atë lloj marrëdhënie, të paktën minimumi që mund të bëjnë dhe maksimumi, sepse ka vetëm një gjë që duhet të ketë një shkëputje, që të marri frymë gjëja për të kuptuar ku jeni, që të ketë nevojë për ribashkime më të forta, gjë që ne shqiptarët nuk e bëjmë, jemi pak kokfort. Dhe kjo na bën që të humbasim në fund. A mendon, Rediola, që edhe duke u dashuruar, në këtë rast po flasim për jetën tënde, duke dashur shumë dikë, duhet të pajtohesh se rrugët duhet të ndahen. Është koha që nuk bën të jemi bashkë. Po ja që në lot ka edhe kështu. E kam thënë me lot në sy. Është momenti që të braktisim këtë. Kjo nuk erdhi nga hiçi, që t'jemi të qartë. Erdhi pas një sër përpjekjesh për t'u sistemuar, por që thjesht çdo gjë ndodhi shumë shpejt dhe ndodhi në momentin dhe në kohën që s'duhet të ndodhin gjërat. Kishte persona të tjerë që ndërhyjnë në këtë dashuri, Rediola? Apo thjesht e kuptuat që deri këtu ishte ky rrugtimi i bashkët? Jo, por aq sa unë them që ishte një dashuri e madhe, do thotë që kishte ndërhyrje, po ndërhyrje familjare, por nuk mund ta quajnë ndërhyrje deri në atë pikë sa të çojnë në ndarje, sepse fajtorët kryesor dhe të vërtet janë vetëm çifti. Marrëdhënia midis tyre duhet të vendoset dhe duhet të ndikoj vetëm nga çifti, jo nga rrethana dhe nga njerëz të tjerë. Për këtë arsye unë nuk mund të bëj fajtor asnjë tjetër përveç vetëm ne që ishim pjesë e kësaj marrëdhënie. Por mund të themi që edhe njerëzit e tjerë kanë qenë më të fortë se ajo dashuri, duke pa se si kanë pas kaq ndikim. Thjesht ne nuk ishim të fortë për ta përballuar këtë. E gjithë faji është juaj. Besoj që po. Shiko, fundja, pse mos të jetë, se e shoh që më shef me pak dyshim, por që edhe hase me këtë shikim, sa po them këtë fjalin. Përse mos të jetë dhe mos të quaj veten fajtore, ose palën tjetër dhe të quaj të tjerë, ndërkohë që unë mendoj që unë
jetën e nisë me personin që kam përballë, jo me të tjerë. Kështu që për aq kohë sa unë jetën nuk e kam nisur me persona të tjerë, fajtori janë vetë dhe personi që krijova jetën, patjetër që po. Se jemi Rediola të dopt karshi njerëzve, karshi situatave që jeta na sjell, edhe atëherë kur jemi të mbushur me dashuri? Sepse ka një gjë që çalon tek njerëzit dhe është mos dashuria për veten, mos respekti vetes, mos kufit që ti duhet i vendosësh vetes tënde në lidhje me situatat, me njerëzit, me gjithçka, me çfarë do lloj marrëdhënie. Në momenti që ti fillon të duash veten, të respektosh veten dhe të thuash që ky është kufiri im, aty fillon dhe kur ti e bën këtë gjë, atëherë fillojnë të duan dhe të respektojnë të tjerët dhe marrëdhënia është më e sheshuar. Sepse ti si personalitet ndriçon edhe më shumë, ke vetbesim edhe më të madh, e reflekton edhe më mirë, për ata besoj edhe të duan edhe të pranojnë edhe më lehtë të tjerët. Duke shfaq këtë vetvlerësim. Mendoj që tani më duan më shumë, tani që unë kam besim dhe vetbesim te vetja ime. Ka bërë kjo që mosha e re mos kesh besimin e duhur tek vetja jote? Të jesh në mëdyshje për shumë gjëra? Tani që bëj diferencën e kohës kur unë kam qenë shumë e re dhe tani them po ndikon. Por vjen gradualisht, vjen me kohën, vjen mosha, vjen eksperjenca, me përjetime, me gjithçka. Ajo çfarë kalojmë realisht jetë? Njeriu piqet, i themi ne nga ana jon, atëherë kur fillon të trajtohet në mënyra të ndryshme nga jeta, atëherë fillon edhe rritet. Rritet emocionalisht edhe rriten atë të gjitha llojet e formës të mundshme që ti të kesh personalitetin tënd, karakterin tënd dhe të mos asnjë tërmet mos të lëkundi asnjë themel tëndin. Atëherë kur thyhemi, zhgënjehemi, kur përjetojmë humbje, si mund të ngrihemi në këmbë? Ngritja nuk vjen kaq e thjeshtë, nuk është se mund ta pranoj këtë dhe të them me gojën hapur që me gojën plot, nuk mund të them që vjen lehtëshëm. Vjen nga një shkatërim edhe që të rrëzon për tokë, të thërmon, të bën që ti mos të duash as veten tënde, as njerëzit për qark, as mos të ndjesh dashuri dhe atëherë kur të japin. Derisa koha shëron gjithçka dhe ti fillon ta shikosh, ta pranosh më së pari dhimbjen, dhe një sekret i vogël që unë do e quaja shumë efikas, është çdo njeri, pasi përjeton një dhimbje, lëre dhimbje të kapi shpirtin, të rrëzohesh, të rësish që ti të shikosh fundin që të ngrihesh sa më lart. Nëse ti e bën këtë, atëherë ngritja është më e fortë. Nëse ti vendos disa dritare para vetes për mos ta para të fundin, atëherë ti nuk je rritur siç duhet dhe do hasesh përsëri vështirësi, sepse sot kemi këtë problematik. Nesër mund të hasim një tjetër, por nëse ne nuk dim ta trajtojmë gjën siç duhet, pikërisht ky trajtimi vjen pasi e ndjen dhimbjen deri në palc, si themi ne, atëherë ti nuk mund të përballesh me situatet e tjera që jeta të sjell, sepse jeta të sjell situata. Po sikur i friksojmë vetës ta lëm, ta përjetojmë dhimbjen deri në fund, deri në palc, siç thu Rediol. Përjetimi i dhimbjes deri në palc dhe me vetëdije të plot vjen nga njerëzit e guximshëm. Dhe nëse ka raste të tilla që ti e lë ta ndjesh dhimbjen deri në palc, atëherë do ngrihesh fuqishëm. Duhet ta provosh që të bësh një diferencë shumë të madhe dhe ta kuptosh. Se po se provove nuk është e lehtë e kuptueshme. Nuk është. Unë kam tentuar që edhe gjërat që më ndodhin gjatë jetës, kam tentuar ndonjëherë që të bëj një suqor, një veshur që mos të, domethënë, jam munduar që s'dua ta përjetoj, nuk dua ta përjetoj, sepse gja kam qenë e lënduar për ikë situata në jetën time. Dhe e kuptoj që unë s'kam mësuar nga ajo gjë. Kështu që gjëra duhet të lënë të rrjedhësh dhe ti ndjesh deri në fund që ti të mësosh nga ato, të marrësh mësimet e duhura. Nëse nuk e le veten që të marrësh mësimet e duhura, atje ti nuk di të trajtosh një situatë që do të sjellë jeta nesër pas nesër. Jeta është e gjatë, por ashtu si është edhe e shkurtër. E vendosim ne në çfarë këndvështrimi duam ta shikojmë. Shumë e vërtet. Je ndjerë vetmuar në këtë fazë të jetës, Rediola, pavarësisht që ke qenë rrethuar me njerëz shumë të afërt. Po më thua dikur, në atë situatë. Po, në atë situatë. Po. Në atë situatë kur ke përjetuar dhimbje deri në palc. Shumë e vetmuar sa nuk kisha pikë dëshire as të ngrihesha në përditshmërinë time ose nuk ndjeja dashurinë që më falte një birë për së pari.
Por kjo në mënyrë graduale vjen edhe ndryshon me kalimin e kohës, vjen e ndryshon, por që askush nuk të ndihmon përveç ti veten. Duke përjetuar më mësinë edhe aq afër, edhe aq mirë. Ndikon. Unë besoj që nëse do isha nën, nuk do isha këtu ku jam me pjekurinë emocionale, absolutisht jo. Mendoj unë, nuk e kam provuar, por mendoj unë që nuk. Por sot Rediola nuk i vetëm, është një njeri që ka disa fjalë për ty, dikush që të nje më mirë se kush do tjetër. Realisht në pamundësi për të qenë fizikisht këtu për ty, për shkak të largësisë, ajo ka një mesazh për ty dhe të ftoj ta lexosh ti. Okej. A mendon kush mund të jetë? Po, shiko, sepse për që ke njerëz shumë të dashur dhe të afërt, atë do thoja, në fakt... Nuk e disha se cilin ta përzgjedhja më parë, se si cilin për tyre unë dua të jap një mesazh për Rediolën. Redi në fakt të gjithë të quani kështu. Është e çuditshme dhe jam shumë e bekuar Biondina, sepse më ka bekuar Zoti me njerëz shumë të mirë. Dhe unë, kur më thua këtë fjali, unë kam një sër e emrash që nuk mundem t'i numroj, por që të parën pare, do të thosha për motrën. Dhe po është nga motra jote, kështu që të ftoj ta lexosh. Ka shkruar aq shumë sa ty sa merr mendja që ka shkruar ajo. Pas ka pasur kohë për të shkruar shumë, se të qenë që është bërë me një beb të vogël tani, jam bërë me mbes. Edhe mendova që nëse do lexoja diçka për të mendova se do ishte shumë e shkurtër. Jetoni në distancë të madhe, realisht. Jeton jashtë, nuk jeton në Shqipëri, por gjithsesi nuk distanca nuk përbën asnjëherë problem kur dashuria e madhe mes motrave është në mes. E di që s'o mundem të përfundoj komplet, por që po e nis. Motra ime, kur mendoj për fëmirin time, gjithmonë të shoh ty dhe vllajën ton të vogël. Ti ishe aty në çdo kujtim, në çdo lojë, çdo buzëqeshje, çdo grindje. Ne ndanim gjithçka, rrobat, lodrat, ëmbëlsirat, sekretet, por edhe zieshim shumë. Megjithatë ku nuk dinim të rrim gjatë pa folur. Ishte si një rregull i padukshëm mes nesh. Mund të mërzitemi, por dashuria s'mbaron kurrë. E di që jeta nuk ka qenë e lehtë për ty. Ke kaluar shumë sfida, shumë sprova që do të kishin thyer shumicën e njerëzve. Ke përballuar humbje, zhgënjime, lodhje dhe momente kur gjithçka dukej e pamundur. Por edhe rruga ishte e vështirë dhe errësira të rrethonte. Ti kur nuk u dorëzove. Ti vazhdove të ngrihesh, të ecësh përpara dhe ti je shembull i fortësisë dhe i qendresës. Nga ti kam mësuar shumë. Më ke mësuar të mos përsëris disa gabime, por edhe të mos kem frikë nga të mijat. Ti më ke treguar se problemet nuk të përcaktojnë, por mënyra si ngrihesh pas tyre po. Më ke mësuar të kem durim, të jem e drejtë dhe të mos humbas shpresën as kur gjithçka duket e vështirë. Më ke mësuar se ndjeshmëria nuk është dobësi, por forcë. Dhe se dashuria e sinqertë është gjithmonë mënyra më e bukur për të jetuar. Kur të shoh ty, shoh një grua të fortë që ka ditur të mbetet e mirë dhe kur jeta s'ka qenë e butë. Një njeri që kur nuk dorëzohet dhe edhe kur gjithçka duket e vështirë. Ti e di, motrat e mëdhaja janë buroja e parë në familje. Ato që përplasen të parat me situatët e jetës. Ato që bëjnë gabime dhe mësojnë të vegjëlit. Ato që pavarësisht çdo gjëje nuk ja lëshojnë dorën familjes, por bëjnë çdo gjë për të mirën e tyre. Sa kujtime po më vinë në mendje ndërkohë që po shkruaj. Ti e di shumë mirë sa e vështirë është për mua të shpreh emocionet e mia. Jam ndryshe nga ti. Nga ti që nëse ti japi një stilolaps dhe një blog, di të shpresh aq bukur, duke i qëndisur fjalët siç qëndis ngjyrat mbi telajo. Ndoshta sapo zbulova diçka që pak veta e din, që përveç ngjyrave, ndjeshmërisë dhe talenteve të tua të shumta, ti ke një dhunti të veçantë, atë të shkruarit, në një mënyrë që unë ndoshta s'do arri kurrë. Por s'ka rëndësi, sepse unë e di që gjithçka që nuk di ta them me fjalë ti e ndjen me zemër. Sot nuk je vetëm motra ime e madhe, i edhe tezja e dashur e Ajles.
Dhe kur të shome të, zemra më mbushet me gëzim. E di që Ajla do rrite duke patur në krah një teze që bën çdo gjë për të, dhe pse shumë kilometra larg. Dhe përveç të gjithave, ti më ke dhënë edhe një dhuratë të jashtëzakonshme, Erosin. Ajo është dhurata më e bukur që jeta më ka sjell përmes teje. Jam krenare për ty, për gruan që je, për nënën që je, për motrën që je dhe për zemrën që nuk ndryshon kur. Dhe sa herë që flas për forcën, e di që e kam parë te ti. Oh, Zot. Shka, që mund të them? E presje që do të shkruante kaq mirë? Unë në fakt jam e vetmja në familje që shprehem shumë dhe i shpreh emocionet. Dhe pse jeta më përballi me shumë, po me shumë gjëra, unë prap nuk e mbylla derën e të shprehurit. Mënyra e të shprehut për mua ka qenë një shërim në vetvete. Por motra ime jo, nuk para shprehet. As motra, as vlla janë më të strukur te kjo pjesa, por që dashurinë e tyre e kam ndjerë në çdo moment. Nuk ma kanë lëshuar dorën. Dhe unë kisha syt nga ata në momenti që u ktheva me një fëmijë të vogël dhe vetëm më kam parë në sy, pa komentuar shumë dhe më kanë thënë jemi mbrojtja jote tashmë, kështu që jepi drejtim dhe pse më mbrojnë edhe janë përkrah meje në çdo rrugë të jetës që unë përshkruaj, që nga momenti që u ktheva pranë tyre deri më tutje. Po si motrës, i tregoje për vështirësitë që i kishe, për sfida që i kaloje me partnerin, deri në vendimin e divorcit të kthehesh përsëri në Shqipëri? Paka shumë ishi në dieni të 90% të gjërave, por nga fundi fillova u stepa. Nuk doja të shqetësoja më njëri, sepse situata ishte po e njëjtë dhe më thoshin jep zgjidhje për veten tënde. Por unë besoje sërish tek ajo dashuri që diçka do dilte të kthehesh sërish. Ne kemi shumë gjanë njëri tjetrin. Unë sot e kam një shok shumë të mirë afër vetes, por që të ketë një rikthim jo sepse gjërat u shkërmoqën deri në atë pikë sa nuk jeta çfarë nuk na sjell, çfarë nuk na sjell, por që besoj gjërat u shkërmoqën deri në atë pikë sa nuk të lë hapësirë për rregullime sepse u përfshin edhe familjar, situata dhe nuk duat u bë shumë e komplikuar. Prandaj them dhe një mësim që unë dua t'u jap të rinjve është që më mirë të marrin hapësirën atëherë kur e shohin që gjërat nuk shkojnë mirë, nëse duan të kenë rregullim më mbrapa, por ne nuk japim kohën e duhur në situata të duhur dhe kjo është kthyer në një problem. Sepse thua po ta kishit pas hapësirën në nëse unë do kisha ndoshta, nëse unë do isha shkëputur më herët nga ajo situatë dhe ai do shkëputeshim nga njëri tjetri në atë moment që ndodhen gjëra dhe po shikonim që po te i kalohej, atëherë do merrnim kohën e duhur sepse thash ishte dashuri e madhe dhe besoj do kishte hapësirë për rregullim. Në këtë fazë të jetës, përveç familjen që i hapen dyert e shtëpisë, të pranuan pas vendimit që ju morët, me krah hapur, që është e mira e kretë kësaj radiola realisht kur një grua divorcohet nga një martesë, por ke pas edhe njerëzit të tjerë që të kanë qëndruar shumë afër. Po kam pasur mikesha, sepse kemi një surprizë nga një mikesh. Cila duhet jetë se kam cilën keni sfikatur? Anjeza ka një mesazh për ty. A je gati ta dëgjosh, ta lexoj unë apo lexoje ti? Si ke dëshirë? Si të dëshirosh. Fjalët e saj depërtojnë në çdo moment dhe nga kushdo që të lexon po njësoj tek unë. Okej, po filloj atëherë. E dashur mikja ime zemrës Rediol. Redi, ka haru me cek aty. Nuk më habit faktit që je sot e ftuar në një emision televiziv. Ti kudo që ke qenë, ke shkëlqyer. Dhe sot as që e vë në dyshim atë rezatim. Por më vjen shumë i natë me veten time që pas kam kaq të vështirë të përshkruaj një thesar kujtimesh 20 vjeçar. 20 vite kujtime, momente të paharrueshme, kujtime dhe përleshje, pa diskutim. Po bëj shaka mistrece. Unë e di që për ty do t'jetë e lehtë kur ta lexosh këtë letër, po për mua qenë ka shumë emocionuese, ta dish. Ti e di që unë nuk të lë rehat.
edhe nga larg, nuk do doja të të mungoja sot, sepse një pjesë e zemrës time të përket ty, dhe nuk kam dërmend të të them sa shumë më mungon. S'ka vend për përlotje tani, por dua të të them që je si motra e madhe. Më ke këmba këmbës deri në fund të jetës. E së ndahem që ta dish dhe ngulite në kokën tënde. Dua të ngatmoj pak nga thesari kujtimeve tona. Të kujtohet rituali i një kafes së mëngjesit, buz liçenit, dhe shëtitjeve të gjata ku shpesh haronim sensin e kohës, por na ka shërbyer si një moment magjik, për të vazhduar ritmin e ditës në vijim. Apo i ke haruar se ke zënë shoqëri të re? Bëj provë, e di çka të pret. E di që do të tingëlloj pak çuditshëm, por momenti më i bukur i yni ka qenë kur ti je rikthyer nga Italia. Për të filluar një jetë të re, një jetë plot ngjyra. E s'dua të flas se sa e vështirë ishte. Por dua të rikujtoj se sa forcë rigjete brenda vetës, për ta nisur dhe shkëlqyer aty ku e kishe lënë. Tek arti, sepse ty ajo të kishte mbushur dhe të kishte mbytur në Italinë e largët. Ti e rigjete vetën, pasionin, e jeta mori ngjyrat e saj. E për më tepër, ku do të rejeti pa mua? Pa ma shpjego pak. Ti nuk e di sa më mungon koha produktive që kemi kaluar së bashku. Eventi i pikturës duke shijuar një gotë verë. Kuptohet unë zhgaravina, e ty më thoj që figura abstrakte. Mbrëmjet e muzikës latine, në të pa gjumë, në shtëpinë time, e shëtitjet më makinë në për rrugët e Tiranës. I kujton Rediola gjitha këto? Të gjitha pa preshtje. E sa shumë kujtime që më ngacmove tani. Nuk doa të sjell momente delikate, por do doja të ndaja vetëm një. Momentin e një ataku paniku. Kur ishim bashkë duke shijuar kafen përballë studios së Arbenit, ku ti punoje. Ishte moment shumë delikat. Ti humbe djenjat, po dridheshe. Unë asë një moment të atill, aq delikat, nuk e humbas. E di e menaxhova lehtësisht, ama edhe sot kur e kujtoj, për lotem. Por e di çfarë? Ti ke forcë. Jo vetëm të kalosh atakun e panikut, por të ringjallesh pas çdo stuhie, sepse kjo ty të karakterizon. Forca e madhe për të vazhduar pavarësisht çdo sfide të jetës. Nuk dua të sjell asnjë kujtim të trisht, nuk dua të zgjoj ato kujtime, sepse ti e forca për të sjell dritë në ditët në vijim. Ajo që do të lutesha me zemër, është mos heqësh dorë kurrë nga pasionet e tua, sepse janë ato që ty të mbajnë gjallë. Të dua mistrecia ime, të përqafoj me shumë dashuri. Mikja jote e zemrës. O, sa emocione. Kur u ktheva në Shqipëri, e kisha të vështirë që të shpresha si ndihem. Ishte ndër të vetmit persona që më lexonte dhe pa folur fare. Edhe momentet më të vështira pas ardhjes në atë bjondinat që më bërë. Përballja me një botë të panjohur, dhe pse Shqipëria ishte vendi im, por që isha larguar prej vitesh, dhe përjetimet më të shumta, Anjeza, mikja ime, ka qenë afër meje. Unë gjeja mënyra, mundohesha të gjeja gjithçka që më rrethonte, ku të gjeja hapësirë për të gjetur veten, për të kapur pasaj që të paktën në të gjitha të situatë të gjeja copët za lumturie që të mund të kapesha fort dhe të ringrihesha. Patjetër gjëja e parë ishte djali, po duke qenë që mundohesha ta mbaja pak jo shumë afër vetes kur isha në momentet e mia më të vështira që mos të ndjente trishtimin tim,
Anjeza ka qenë afër meje dhe të gjitha gjërat që ajo përmendi, po, janë të vërteta, si atak paniku, si dalje dhe shëtitjet me makinë në orët e vona. Unë gjeta gjëra për kënaqësinë e shpirtit tim dhe ato më shëruan. Si mbrëmjet latine, që unë di të kërcej latine dhe tashmë i frekuentoj mbrëmjet latine për kënaqësinë time sepse i quaj art më vete, si shëtitjet e vona me makinë, me muzikë, kanë qenë deri diku copëza të vogla, po kanë qenë shërimi im. Dhe Anjeza ka qenë një nga vajzat që mua, një nga shoqet, por më të mirat, le të themi, që mua më ka shoqëruar gjithmonë. Ka qenë thjesht një telefonat larg, nuk kishte distancë mes nesh, sikur edhe në mes të natës. Nëse ndija dëshirën që të flisja me dikë ose më kapte një atak paniku, ajo ishte thjesht me ata në telefonit dhe mjaftonte që unë t'i dëgjoja zërin dhe unë qetësohesha. Dhe ka luajtur një rol shumë të rëndësishme, gjë që unë s'kam për të harruar kurrë. Dhe tani ajo nuk është në Shqipëri. Ajo iku, shkoi në Kanada, por nuk e di pse kam ndjesin që ne përsëri do ribashkohemi. Dhe mendoj që ajo mund të kthehet në Shqipëri. Sa qef do të kisha të ishte këtu në studio, por që realisht kjo distancë e madhe e ka bërë shumë të pamundur, dhe si që tha ajo, nuk ka si të mungoja unë në këtë bisedë, kështu që përmes një letre, po besoj i ke marrë gjitha ato përqafimet, ato ngrohtësitë, ato fjalët e duhura që ti eshe fort. I kam në zemrën time të gjitha momentet që kam qenë me të. Dhe të falenderoj shumë që më solli ato emocione në një ditë si kjo e sotme dhe në një intervistë si kjo e sotme. Të falenderoj pafund. Është në thishë doherë, Rediola, sidomos të kemi përballë gra të forta si qeni ju. Po du më dalë krejt në fund të pjesa e rikthimit nga Italia, atëherë kur ishe sy trembur, ndoshta edhe nga mënyra se si do të shihnin të tjerët. E kishe frikë para gjykimin të kthehesh me një djalë? Jo, unë në fakt apo shoqëria në Shqipëri ka filluar ta pranoj? Jo, para gjykime ka kudo, por që unë vetëm mendova, të jem shumë e sinqert, thjesht mendova në të qindën e sekondit se mos ju ula kokën prindërve të mi, familjes time. Vetëm për këtë po mendoja. Dhe thash do flas me ta në telefon, nuk është se prisnin një ndarje, sepse priti ishte diçka e shumë folur edhe më parë, por i telefonova dhe i thash që ba ka marrë këtë vendim. Përfshiva dhe motrën dhe vllajin, patjetër të vendimi që mora, dhe më thanë bëj atë që mendon ti se është më e mira për ty, për lumturinë tënde dhe të djalit tënd. Ne na ke pranë teje, me mbështetje të plot dhe krahapur. Në asnjë moment nuk na ul kokën, thjesht na krenon për atë që ti je. Dhe në momentin që u mora këtë fjali, unë nuk dua t'ja di se kush tjetër më gjykon dhe kush nuk më gjykon. Unë edhe sot, këtu ku kam arritur, mund të kem dhe të dëgjoj komente pafund, por që nuk e di, jeta më mësoj të thjesht të kthej ndonjë përgjigje me ironi, nëse kam kohë të kthej, nëse jo vazhdoj programin tim të ditës, edhe të jetës, patjetër. Krejt në fund, mund të kemi nga ti një mesazh për prindërit? Po, patjetër që po. Sepse ty të emocionuan të gjithë, por emocionoj edhe ti. Përmes ekranit. Unë kam marrë pjesë në shumë intervista. I dim para që ti të tua për artin, për jetën. Ja, është i vetmi rast kur realisht po më dridhet trupi. Ta them sinqerisht, dhe kjo ka ardhur nëpërmjet teje. Jo kushdo mund ta bëj këtë gjë. Ku është kamera, ku mund të drejtohem, se dua t'i flas. Drejtohu ku të duash, gjem të përcjellin. Në rregull. Dua t'jap një mesazh dhe dua një falënderim për familjen time dhe të gjithë pjesëtarët e familjes time, përfshirë të voglin tim, Erosin. Faleminderit që keni qëndruar krah meje dhe faleminderit që më bët kjo që unë jam sot. Fal edukimit tuaj, fal vlerave që ju më keni dhënë, fal mësimeve në kohën dhe momentin e dur që mua më është dashur t'i përdor në kur t'jetë momenti dhe tashmë ky është momenti. Çdo gjë po më kthehet deja vu nga e kaluara, çdo përpjekje, çdo mësim, çdo fjalë e juaja,
sot bëhet forca ime, kështu që ju jeni forca ime dhe faleminderit Zoti që ekzistoni. Zoti ju dhënë shëndet sa më shumë, që të jeni pranë meje dhe unë të ndjej ngrohtësinë e dorës tuaj në çdo moment, sepse më duhet. Jeni forca ime, ju dua. Rediola, shumë faleminderit për këtë mesazh. Me këtë mesazh kaq të bukur, kaq emocionues, ne po e përmbyllim këtë pjesë të rubrikës Kam diçka për të thënë. E juve ju mbetet të vazhdoni të qëndroni me Solnjën, sepse vajzat Rezia, Dorje dhe Arta kanë shumë çka për të sjellë tek ju. Vazhdojmë me marketing.